Pjesa e 6. Qëndrimi në Moskë. 1. Gjatë udhëtimit nga që rrinte pa lëvizur brenda në kuben e ngushtë, doktor Zhivakos I dukej sikur ecte vetëm treni, kurse koha qëndronte në vend. I dukej se vazhdonte të ishte mesditë. Kur karroceri me doktorin dhe me plaçkat me ziçanin përmes mizërisë së njerëzve që shtyheshin në stacionin e Smolenskut, dita ishte në të thyer. Më pas tek kujtonte këtë ditë në vendlindje, Yuri Aleksandreviçi nuk thonte dot me saktësi, nuk ishte qenë vërtet kështu apo ishin mbresa të kujtimeve të tjera. Se në pazarin e qytetit kishte njerëz, të ishin mbledhur vetëm nga forca e zakonit, pa ndonjë shkak, se dyqanet ishin bosh, as me kyç nuk ishin të mbyllur, se në sheshin e ndotur nga papastërti dhe mbitrina nuk kishte ç'të tregojë. Pra, edhe këto po ashtu ishin ngulitur në kujtesë, por se thoshte dot në ishte përshtypja asaj kohe të mbërritjes në kryeqytet, apo e kohëve të mëpastajme. I kujtohej se edhe atëherë kishte parë vjeshta njerëzish të dobësuar, pleq dhe plaka të veshur mirë të shtrënguar pas njëri tjetrit, që shihnin qortushëm kalimtarët, edhe të heshtur u zjasnin sende që si blinte kush, edhe si hynin kujt në punë. Lule artificiale, fornella alkooli për xherr kafen, në qafat gjata prej qelqe dhe me bilbil, rroba mbrëmje për ty lexi, uniforma zyrtarësh të lartë. Ata më të thjeshtit tregtonin gjëra më të nevojshme, bukë të zezë nga ajo që jepej me racion, kokra sheqeri të nxjera, kaush me duhan dhe duhan të hapur. Se nga ishin gjetur dhe nxjerr në rrugë gjithë ato rrangulla, çmimi të cilave nga dita në ditë rritej, duke kaluar dorë në dorë, kjo nuk dihej. Në të dalë të stacionit dhe gjatë rrugës kishte grumull njerëzish, por për të shtyr askush nuk shtyhej, nuk kishte përse. Karrocieri u kthye në njërin nga rrugët që nxirrte në shesh. Prapa tyre ndriçonte dielli në perëndim. Përpara rrapëllinen rrotat e një karroje bosh, që ngrinin re pluri e merrnin ngjyrë bronzi në rrezet për skujtse të perëndimit. Karrocieri ngomët shpejt kalin. Doktori I ranë në sy shukat dhe pirqet e gazetave dhe të afisheve të vjetra, që e rrokulliste nëpër trotuar era, duke që ishin të shkullura nga vendet e afishimit, nga muret e shtëpive. Më në fund, pas 2-3 kalimesh, u doli përpara shtëpia. Karrocieri ndali. Yuri Andrejeviçit sa s'po I merrej fryma nga përmallimi, zemra I rrite fort, I përplitej si zog. Ju afrua portës, I ra ziles, pastaj e përsëriti dhe me që, siç u duk doktorit, as për herë të dytë nuk mori përgjigje, e mbajti të shtypur gjatë butonin disa herë radhazi. U dëgjua kërkëllime e llozit dhe e zinxhirit mbajtës. Porta u hap. U gjend ballë për ballë me Antonina Aleksandrovnën. Nga befasia të dy për një çast ngrin, shtangën në vend. Antonina Aleksandrovna e kishte të hapur njërin krah me të cilën mbante kanatën e portës. Të dy, në të njëjtën kohë, ju hodhën njëri tjetrit në qafë. Pas një minute, nisën të flisnin duke ndërprerë njëri tjetrin. Pyetja e parë, shëndoshe mirë jeni? Po mirë jemi, gjithçka në rregull është. Të shkrova sa gjë, por më fal, do të bisedojmë. Pse nuk na dërgove telegram? Tani do t'u them të nxjerrin rrobat Lara, kurse ty unë të kuptoj, u shqetësove nga që portën s'ta hapi Jegorovna, është në fshat. Qenë ke dobësuar, po dukesh e freskët, elegante. Sa të marr plaçkat dhe të paguaj karrocierin. Jegorovna shkoi mos merr pak miell, shërbëtorët e tjerë I lanë të shkonin në punë të tyre. Morëm vetëm një tre, njushën, ti se nje. Kujdeset për Sashenkën. U tham tanëve se do të vije, mezi po të presin, Gordoni, Dudorovi, të gjithë. Sashenka si është? Mirë lavdi zotit, sa po zgjua nga gjumi. Po të mos ishe nga rruga, mund vije të takoje që ta me. Po babai në shtëpi është. Pse nuk të pas kam shkruar? Nga mëngjesi deri natën vonë në dumën e rajonit e ke. Është kryetar. E merret me vend. Ha, u lavë me karrocierin. Markel. Qëndronin përpara dëngut të plaçkave në mes të trotuarit. Kalimtarët I shihnin, I peshonin syrë në ecje sipër, hidhnin shikimin nga porta e madhe e ndërtesës, e hapur në të dyja kanatet, dhe pak më tutje ndalnin hapin për të parë çdo të note mëtej. Nga porta doli me vrap shërbëtori, I veshur me jelik dhe me kasketën dorë, thirri pa ju afruar ende. O zot, ç'po më shohin syt, Juroçka, po, zotëria ti është, Sokoli ynë, Yuri Andrejeviç, drita jone syve, s'na harruat. Salutje e kemi blatuar të madhit zot, t'ju ruante dhe t'u kthen të shnoshe mirë ngjirin ton. Po ju more, mos doni gjë? Mos keni ndonjë punë këtu? Largoni ju thash.
Me këto fjalë ju akurua atyre që kishin ndalur hapin dhe po I shihnin. E çmi pas keni shyer aty sy, sikur nuk keni parë njerëz. Tu ngjatite Merkel. Afrohu të përqafoj. Kapelen vishe. Çdo më thuash në një tre, si e ke gruan, vajzat? Si gjen gjë ato? Vajzat rriten, ju falenderit. Treja ka, ju atje bët punë kreshnikësh ama. E thënis në një mduar kryq. Rëmuja dhe lëshelia janë të tilla që vë duart në kokë. Të vjen për dhjellë kur I kujton. Rrugët të pafshira, çatit të rënuara, rojnë me kreshmore, me zien kopin barkun me bukë. Do t'i kallëzoj për ty Yuri Andrejeviçit, Merkel. Kshu bën ky Juroçka? Nuk e duroj dot këtë mënyrë të foluri për I budallaj. Ja, flet kështu për të bërë qefin, pandesa është më mirë. Është një ky që lërinojmë atës për drejtit, Merkel. Mos më do të përgojosh. Je nga ata ti që tjetri nuk merr vesh kollaj. Si futi plaçkat, Merkel dhe nuk e la zonjën pa përgjigje. Antonina Aleksandrovna se çka me mua, tha. Vetëm një fjalë përsërit. Ti, Merkel, thot je katran për brenda, si bloza në tubin e gjakut zije, aq të zije ki shpirtin. Se tani, thot jo, fëmijët, ja, por dhe konet e kotelet janë bërë të mençura, din që bëjmë. Ajo dihet, si jam kundër, po Juroçka, në da që më besoni, në da që mos më besoni, por ditunarët që kanë shpretuar sa e sa libra, masonët që ç'nuk na kanë mësuar, na tradhtuan, na kthyen krahët. Unë këtë ditë them, na tradhtuan Juroçka dhe për një grosh na shiten. Ja, vetë po e shihni. Antonina Aleksandrovna nuk më let flas, po më bën me dorë, më bën shenjë të hesht. E si mos të ta bëj me dorë, e gjete kohën për shpjegime. Lëri aty plaçkat dhe ik. Faleminderit, po t'na duhesh, Yuri Andrejeviçit bën vetza. 2. E theu qafën I paudhi. Mos I besot ç'thot. Djallë me brirë është. Për sy e faqe hiqet si budalla. Kurse thikën gati e mban për ta futur prapa shpine. Po, ta them unë, s'dihet për ke mban atë thikë. Sikur për të pranë duket, por që lapte të sasi shumë edhe unë e vuare. Bu duk I dehur, I fliste rakia dhe jo mendja. Po pse a ndodh ndonjëherë që të mos jeti dehur? Po ç'të flas për një si ai, s'ja vlen. Shkojmë, sa shenjë ka si gjumash që është, mund kthehet në anën tjetër dhe ta zor gjumi përsëri. Kam frikë nga tifoja, thonë se po bën kërdin, po morra, ke? Them se jo. Udhtova në kupet të klasit 2 si para luftë. Më duhet lahem mirë, edhe në rregull do jetë çdo gjë. Po nuk që u I gati I pres. Po pse po më çon përmes dhomës së pritjes? A, nuk t'i gjeti. Unë dhe babai, si e menduam gjatë, vendosëm të lëshonim me qira një pjesë të shtëpisë. Ja dham akademisë bujqësore. Kurse im përngrohjen dhe marrim në një para. Ç'nuk sollen, orendi zyrash, herbariume, koleksione farash. Kam frikë mos na shpifen mijt, I kanë qef farat. Dhomat I mbajnë mirë. Tani vetëm kjo jone quhet sipërfaqe banimi. Kthej aja, e pas ka harruar shtëpinë, ec pas meja ta tregojën rrugën. Mirë pas keni bërë që I pas keni lëshuar dhomat me qira. Spitali ku punova ishte vile një konteshe. E mirë mbajtur ishte vila, por vënë parketi ishte prishur. Kishte kade me palma. Gjethet e gjëra vinin deri te shtretrit. Natën dukeshin si fantazma. Të plegosurit të rëmbëshin mbërtisnin, I shihnin si të tmerruar. Se natyrisht, pas plegosjeve kishin tronditje nervore. Bëm si bëm dhe I nxorrën për jashtë. Duhet them se në një nga të kamerit nuk kishte mbetur pa I shkar ledhi. Lëre pastaj sa shumë gjëra të tepërta kishte në vilë. Dhoma, mobilje, po dhe dalldisje ndjenjash duhet ketë patur, vendi dhe plaçkat edhe për këtë fliste. Pas keni bërë mirë që paksuat sipërfaqen e banimit, po t'jetë nevoja, e paksojmë edhe më. Po këtë të më shtjedh me letër që ke. S'jep shpejze po shoh. Qënka kokorose, rosak I egër. Sa I bukur qënka. Ku e more? S'po m'besohet që kam përpara këtë gjë kaq të bukur. Në këtë kohë është vërtet pasuri. Ma dhuruan vagon, është histori e gjatë, do ta tregoj më vonë. Ti si thua, ta lën kuzhinë që ta gatuaj? Po thras njushkën ta pastroj, dimri pritet jetë I mbushur me tmerre, të ftohtit, uria. Kështu thon, kur po vija, shija nga dritarja vagonit dhe thosha me vete. Ç'mund të ketë më të mirë se qetësia familjare dhe puna? Të tjerat si kemi në dorë. E vërtet duhet jetë ajo që flitet. Fatkeqësi do të ketë dhe jo pak. Ka që duan t'ja mbathen në jug, në Kaukaz, që t'jenë sa më larg qendrës. Unë s'mendoj ashtu, nuk më pëlqen braktisja. Burri I vërtet duhet të shtrëngoj dhëmbët, ta ndaj me vendlindjen të mirën dhe të keqen.
E di as që e diskutoj një mendim të tillë, ndryshon puna juaj. Do të desha shumë, po shumë t'ju mbaja larg të papriturave, që nuk kanë për të qenë të vogla. Mirë do t'ishte të stereoheshin gjikundi, të themi në Finland, po që bëjmë kështu. Si që kemi zënë, duke qëndruar një gjysmë orë në një shkallin, nuk do të arrijmë kur lart në dhomat tona. Prit dhe pak, dëgjo. Një të re. Çfarë të re e pa? Harrova fare. Nikolaj Nikolajeviç është këtu. Cili Nikolaj Nikolajeviç? Po dai Kolja, cili tjetër? Tanja, s'është e mundur, që mire solli. Hëde, nga Zvicra, I kishte rënë për qark botës. Ishte në fillim në Londër, pastaj në Finland. Tanja, mos po bën shaka? E takove? Ku është? Si të shihem me të? Që tani duhet shihem. E ç'është ky padurim? Është larg që këtu, ndodhet jashtë qytetit në një vilë. Na dha fjalën të kthehet pas nesër. Ka ndryshuar shumë, se një dot. Do të habitesh kur të shohësh. Bëri një ndalesë në Petersburg, u bolshevizua. Babiç nuk I tha, ju ngjir zëri. Po që bëjmë kështu, ngelem në shkallë, shkojmë. Domethënë, edhe ti pas ke dëgjuar se asgjë e mirë nuk pritet, që do të ketë vështirësi, rreziqe, befasime. Po, dhe edhe unë vetë ashtu e mendoj. Po ne nuk do të dorëzohemi, do të luftojmë, vështirësi do t'i përballojmë. Se të gjithëve nuk ka si u vjen fundi, do të ketë që do të mjetojnë, do të shohim si do bëjnë edhe të tjerët. Thonë se dimrin do të nxjerrin pa dru, pa drita, parat do të na I marrin, furnizime nuk do të ketë. Po kjo pikë e zes, ne përsëri ngecëm në shkallë, shkojmë, e di? Sopat për illamarine I mburrin shumë, shiten në Arbat, edhe me gazeta e zjejnë gjellën. Ma treguan ku ndodhet dyqani, duhet bler një sasi kanë rrëmbyer. Mirë thua, e blejmë. Punë me mendje. Të lumt Tanja. Po dai Kolja. Pse të ketë ardhur vallë? Me habita e shumë me lajmin që më dhe, s'po e mbledh dot veten. Kam në kokë një plan. Veçojmë lart një qoshe. Banojmë aty bashkë me baban, me Sashenkën, me Njushkën. Mjaft I kemi të rridhomat që komunikojnë me njëra tjetrën. Shtëpinë gjithë e lëshojnë me qira. Vëmë në mes sobën për illamarine, tubin e nxjerrim në dritare, aty do të lajmë, do të gatuajmë, do të rrimë, do të presim mysafirët, vetëm kështu do ta nxjerrim si do ta nxjerrim dimrin. Po, sigurisht, do ta nxjerrim, po si? Pa një pa dy që do ta nxjerrim. Aq bukur e pas ke menduar se s'ka. Zonjën po e tregon veten Tanja e di? Pse të mos e festojmë nismën tënde? E pjekum rosakun e egër, thresim dhe dai Koljen, së bashku do ta festojmë banesën e re. Mrekullia vetë, po e lus Gordonin të na sjell pak alkol. E merr në një laborator. Ja dhe dhomat për cilat sapo të fola. Këto sjodha, të pëlqejnë? Valizhen lërën dysheme. Tani shko merr shportën. Përveç dai Koljas dhe Gordonit, mund të ftojmë edhe Inokentin me teto Schlesingerin. Mirë? Dëgjo, po banjën e di? Mos e ke harruar dhe atë? Mos harro të spërkatesh me dezinfektant. Po shkoj te Sashenka, po e dërgoj poshtë Njushën. Kur t'jemi gati në këtu lartë, do të thres. 3. E reja më kryesore për Yuri Andrejeviçin në Moskë ishte djali, Sashenka. Fill pas linjës së tij, Yuri Andrejeviçin e mobilizuan në ushtri. Kuptohet, asgjë nuk dinte për të birin. Si e mori thirrjen për të paraqitur në degun ushtarake, Yuri Andrejeviçi shkoi tek e shoqja në maternitet. E gjeti në dhomën ku ushqinin fëmijët, por nuk e lanë të hynte. Ul në sallën e pritjes. Nga dera e hapur vinin zërat e mbi 15 foshnjave. Infermierit I çonin 2 nga 2 në sjetull si t'ishin dëngje në dhomën ku ushqinin me gjinënat. Dëgjoi nga të katër anët. Mbajti vesh. Vuri re si veçohej zëri. Qante po nuk tregonte shenja vuajtje. Qante instinktivisht, me zë basi, të trishtuar, armiqsor, të dukej si I paramenduar. Yuri Andrejeviçi qysh atëre për mendjen t'i vinte emrin e vjerrit Aleksandër. As vetë s'po e kuptonte përse ju duk se zëri që veçohej ishte I të birit, se ai të qarë ashtu fliste. Yuri Andrejeviçi gjeti në atë lloj të qari shprehjen e karakterit të ardhshëm, pa të përqendruar fatin e njeriut. Pikasin ngjyresa, të gjitha këto I lidhi me shprehjen e thelbit të emrit Aleksandër, shkurt Sasha, Sashenka. Nuk që gabuar, doli se kishte qenë vërtet zëri I birit. U bë njohja e parë. Pas asaj dite, u nis për në front. Njohja më teshme vazhdoi përmes letrave, por më konkrete përmes fotografive që I dërgonte her pas here Tanja,
Nga kartolinat e shihte buçkani kokmadh me buzë të fryra që rrinte shtrirë mi këmbët e duart përpjet. Atëherë ishte 1 vjeç, kishte filluar të qëndronte vetë në këmbë, të jette hapat e para. Tani Sashenjka ishte 2 vjeç, belbzonte edhe fjalë. Juri Andreviqi ngriti valixhen dhe mbështeti në parvazin e dritares. Po kjo dhomë ç'kishte qenë më parë, s'po e njihte. Me sa dukej Tanja i kishte nxjerrë mobilje duke e ndryshuar pamjen. Valixhen e hapi për të marrë veglat e rrojes, që prapa kambanarës së lartë të kishës matan dritares, u duk hëna e plotë e ndritshme. Kur drita e saj u derdh në brendësi të valixhes, mi ndërresat e palosura, mi librat, mi veglat e rrojës, dhoma ndriçua me një dritë të re. Doktori i hodhi syt, e njohu. Ishte dhoma Depo e Ana Ivanovnës. E ndjera fusta aty karriket thyera, plaskurina që si duheshin, rrobat vjetra. Në të gjallë të zonjës, askujt si lejoi të hynte. Por në ditë festash, kur mblidheshin kalamajt dhe i lejonin të varponin si të tërbuar, të hynin ku të donte qefi dhe të bënin ç'të donin, e hapnin edhe këtë dhomë Depo. Fshiheshin në lojën ku kafshethen në tryeza, lyeshin me blozë, maskoheshin si në maskarada. Doktori qëndroi ashtu disa çaste, i mbuluar nga kujtimet e ëmbla të voglisë. Pastaj zbriti poshtë për të marrë shportën. Në kuzhinë njusha një vajzë e turpshme dhe fjalë pak, ulur në bisht, po qeronte rosakun e egër. Në dysheme kishte shtruar një gazetë. Kur pat hynte Juri Andreviqi u ngrit me një lëvizje të shpejtë, të shkathët, pa e lëshuar rosakun nga duart. U bëhe kuqe flak nga ndërrojtja e turpi. Si u përshëndet me zotërin, i shprehu gatishmërinë ta ndihmonte. Doktori e falënderoi dhe i tha se e çonte vetë lart shportën. U kthye në dhomën Depo të Ana Ivanovnës. Dëgjoi zërin e së shoqes që e thiri si nga thellësia. Tani eja, Juri. Shkoi në dhomën e Sashenjkës. Dhoma e të birit ishte dhoma klas ku dikur bënin mësimet ai dhe Tanja. Shtrirë në krevat, i biri nuk ju duk aq bukurosh si në fotografi. Ishte si ta kishte nxjerrë nga hundët e ama e tij, e ndjera Maria Nikolajevna Zhivago. Kopje e saktë e saj, i ngjante me një përpikmëri të habitshme. Babi, është babi yt. Përshëndete me dorë babin më shpirt, i tha Antonina Aleksandrovna, që u largua pak për t'i dhënë mundësi të shoqit ta përqafonte djalin dhe ta merrte në krah. Sashenjka e lat panjorin e parruar që ndoshta po e tremte dhe po i dukej i padëshirueshëm që ta përqafonte. Por kur Juri Andreviqi bëri ta merrte në krah, u ngrit vrultas, u kap pas trikut së mamit dhe me lehtësi me sa fuqi kishte e qelloi në fytyrë. Guximi që tregoi e tmerroi Sashenjkën aq shumë sa ju hodh së ëmbës në krahëror, e fshehu aty kokën, ja plasi të qarit që shpejt u kthye në ngashërima e klith më të fuqishme, të pangushëllueshme, siç bëjnë fëmijët kur tërnditet shumë. Ua, e qortoi Antonina Aleksandrovna, jo ashtu Sashenjka? Babi do të pandesë si e djali mirë, do të thotë se Sashenjka qenë kaj prap. Pa tregoj babit si ditë puthësh, ha, puthe babin, mos qaj tani, kot qanë, s'ke përse, budalla po tregohesh. Lëre djalin qetë Tanja, i urru doktori. Asat mos e qorto, e as veten mos e mundo. E di që të glon mendje, e mban për ugur të keq. Kurse kjo që ndodhi nuk tregon asgjë. Është diçka krejt e natyrshme. Po, djali kur s'm ka parë, s'më njeh. Do të mësohet, do të bëhemi miq. Kushtu i tha së shoqes, kurse vetë u prek shumë nga ajo që ndodhi. Doli nga dhoma me kokën varur, sepërse ju duk që ky takim nuk paralajmëronte asgjë të mirë. 4. Që ditët e para të qëndrimit në shtëpi, Juri Andreviqi e ndjeu veten të vetmuar, madje tepër të vetmuar. Askënd nuk bënte me faj, e kishte arritur atë që e kishte dëshiruar aq shumë. Çuditej që i gjeti aq dal boja dhe të zymt miqtë e vjetër. Se kishin botën e dikushme aq shumë individuale. Nuk shprehnin më mendime origjinale. Personalitetin e secilit prej tyre e kishte ruajtur në kujtesë më të nëritshëm, më të spikatur. Dilte që më pari pas kam i vlerësuar. Për sa kohë që sistemi i vjetër ruante mënyrën e vjetër të jetesës, lejonte edhe ndonjë marrëzi për çotnie mos përfillje. Pasaj din marrëdhëniet midis të kamurve dhe të varfërve, po udhësinë dhe sjelljen trashënike fare mirë mund ta mbaje për origjinalitet. E drejta e pakisës për jetë festive ishte përligjur, shumica e duronte. Por kur ngritën krye të shtypurit, kur privilegjet e të kamurve u fashitën, këta i përqedhi zvetnimi. Me shpejtësi të habitshme hoqën dorë nga pavarësia e të shprehurit
dhe originaliteti mendimit që me sa dukej asgjë i kishin patur. Tani Juri Andreviqi e pa vetëm të rrethuar nga njerëz që nuk kishin mendime të larta për jetën, që u mungonte patosi i brendshëm. Komunikonte vetëm me të shoqen, me vjerrin dhe me 2-3 mjekë të spitalit, njerëz të punës, kohulur. 3 ditë pas kthimit në shtëpi të doktorit, u mblodhen miqt për darkë, u nxorën orsakun e egër të pjekur dhe alkoolin e laboratorit. Juri Andreviqi u çmall me miqtë e vjetër, më pas u takua me ta edhe herë të tjera. Rosaku i majmë i shishëm ju duk luks të ftuarve në atë kohorie, por buka në tryez ishte e pamjaftueshme. Nga kjo, u krijoi një gjendje nervozizmi. Gordon e solli alkoolin me një fjashko farmacie të vullosur me tapë të rjepur nga përdorimi. Alkooli ishte artikulli që shkonte më shumë në pazar, e kishte të lartë çmimin. Antonina Aleksandrovna se la shishën tryez. Gotat i mbushi me dorën e saj nga një shishe tjetër me alkool të holluar me ujë. Madje u kujdes që sasia e ujit ishte sipas shijes së secilet. Nga kjo dhe trullosja nuk ishte e të gjithëve një lloj. Një shkak tjetër ky, për elektrizimin e atmosferës, për nervozizmin e të ftuarve. Më e trishtueshme ishte se një mbrëmje e tillë dukej përjashtim në jetën e të vendosur me shumë telashe të asaj kohe. As që mendoi se mund gjendej në ndonjë shtëpi tjetër ku t'ja kishin shtruar. Pas dritares, Moska dukej e marrëdhur, e heshtur, e strukur. Dyqanet ishin bosh. Për gjëra si këto, mish gjahu dhe pije alkolike, as që mund të bëhej fjalë. Se jeta që bënin gjithë, ajo me brenga me nevoja të shumta, ishte jeta e vërtet. Kurse, lumturia veçuar nga lumturitë e tjera nuk ishte lumturi e vërtet. Rosaku dhe pija si të vetmet në tërë qytetin, nuk ishin rosak e pije të vërteta. Kjo i hidhronte shumë, u a bënte helm darkën, u a zymtonte nga zllimin. E vetë mysafirët nga ana e tyre në këtë gosti përjashtim u bën shkas për mbjelljen e mendimeve as pak të gëzueshme. Gordon i Dolit ishte interesant e i këndshëm vetëm për aq kohë sa i shprehu mendimet me ton të rëndë, e jo fort shtruar. Ishte miku më i mirë i Juri Andreviqit. Duheshin që në vitet e gjimnazit. Po ja që sonte, i shkrepit bënte disa korrigjime as pak të goditura personalitetit vet. Erdhi ca si shumë në qef. Mori përsipër rolin gastorit. Tërkohen tregonte me fraza mendjen prehta, të cilat i shoqëronte me poza e nojma që pretendonin t'i bënin dëgjuesit të mbanin me dorë ijet, rinte dhe thoshte: "Të shkrihesh gazet, ë?" E pra, nuk ishte patur këtë mëni që ta merrte jetën si argëtim. Përpara se të vinte Dudorovi, tregoi në mungesë të tij me ngjyra humoristike, të paktën atij vetë kështu i dukej, për martesën e këtij. E kishte dëgjuar nga shokët. Nga tregime, dilte se Dudorovi ndoj një martuar një vit, pastaj u nda nga e shoqja. Tërë kripa pak e besueshme kësaj historie që u tregoi Gordon ishte kjo. Dudorovin e kishin marrë gabimisht ushtar, kaloi një farë kohë sa u sqarua çështja. E kishin dënuar jo një herë nga që harronte t'i nderonte për orë në rrugë. I mbeti zakon nderimi nga të shlema që hoqi, edhe pasi e liruan. Sa herë që shihte oficer, e ngrinte dorën të streha në mënyrë krejt pavetdijshme. I errishin sytë, duke i hutuar. Pikërisht në këtë kohë, ishte njohur rastësisht në limanin lumor të Moskës me 2 motra. Prisnin si ai edhe ata vaporin. Mendje prishur dhe i shastisur siç ishte nga koha e ushtrisë, pa e kuptuar ç'po i ndodhte, kishte rënë në dashuri. I kishte propozuar më të voglës të martoheshin. "Për të shkrirë gazit apo jo?" I pyeti Gordon e dëgjuesit. I ngeci fjalën ngryk. Pas derës, u dëgjua emri i protagonistit të tregimit, që hyri pas pak. Juri Andreviqi u habit kur e pa. I kishte ndodhur e kundërta asaj që kishte ndodhur me Gordonin. Djalë ka erë veri, ishte shndruar në burr serioz. I jepte vetes pamjen e shkencëtarit të përqendruar. Në gjimnaz, Dudorovin e përjashtuan nga shkolla për pjesëmarrjen në një arratisje politike. U end për një kohë nga shkolla në shkollë, më në fund zgjodhi profilin klasik. Me vonesë për gjene arritet marronte shkollën e lartë në vitet e luftës së parë botërore, u emërua të punonte në 2 katedra të fakultetit filologjik. Në njërin shkroi një studim për politikën agrare të Ivanit të Tmerrshëm, në tjetrën shkroi një studim për Sengjystin. Për gjithçka fliste me rrumbullakosje. Askënd nuk lëndonte as cënonte. Toni i shtruar,
zëri ullët paksa i ngjirur si t'ishte ftohur, fjala e paanshme ju bën natyrë dytë, ashtu si dhe shikimi ndrimtar, i fokusuar në një pikë si i ngrirë, që e tregonte sikur mbante leksion e nuk fliste siç flasin njerëzit. Nga fundi i darkës, kur në dhomë hyri si era me shish lezingeri, ndërsa të gjithë të tjerët të ndezur nga pija dhe atmosfera gëzuar bërtisnin, janë ndërprisin fjalë njëri tjetrit, Dudurovi, me cilin Juri Andrejevici fliste me ju që nga kohë e gjimnazit e pyeti. I keni lexuar poemat e Majakovskit, Flauti, Shtyllë kurrizore dhe Njeriu? Pak përpara kësaj, doktori ishte shprehur lidhur me këto vepra, por Dudurovi se kishte dëgjuar. I zëni një bisedë me atë që kishte pranë, prandaj përsëriti pyetjen. E thash që mendoj, por me që se dëgjuhet, po përsëris. Majakovski gjithmonë më ka pëlqyer, vazhdon Dostojevski në mënyrën e vet. Me saktë, do të ishte të thuaj se ajo e tij është lirik e dalë nga pena e personazheve të Dostojevskit, si Ipoliti, Raskolnikovi apo heroi i romanit Adoleshenti. Ç'talent të fuqishëm që ka, i madh. Siç është vënë në dukje, ajo që thot është sa e drejtë për drejtë, aq dhe e papajtueshme. Kryesorja, me çfarë vrulli, me çfarë guximi ja vërtit në fytyrë shoqërisë të vërtetën, madje që aty lëshohet për diku larg në hapësirë. Të gjitha këto paten vend në atë mbrëmje miq, por sidoqoftë, në qendrën e saj ishte padyshim Daja, Nikolaj Nikolajeviçi. Antonina Aleksandrovna që treguar e pasakt kur kishte thënë se banonte në një vilë jashtë Moskës. Ditën që erdhi në shtëpi doktori, Nikolaj Nikolajeviçi që kthyer në qytet. Juri Andrejeviçi mundi të takonte. U çmallën ndaj e nip, ç'nuk i thanë njëri tjetrit. Edhe u habitën, edhe u dëshpëruan, edhe u gëzuan, edhe qeshën sa deshën. Takimi i parë u bë buzëmbrëmjen e vrenjtur të asaj dite gri. Shqota holt kujtorin të pluhurin e imt që ploskonte në ajër. Juri Andrejeviçi shkoi Dajës në dhomën që kishte zënë hotelin, ku pranoheshin vetëm me rekomandimin e pushtetarëve të qytetit. Kush e njihte Nikolaj Nikolajeviçin, i ruante lidhjet e vjetra. Hoteli, i lyer me bojë të verdh, të linte përshtypje në godinën së braktisur nga administrata, që ja ka mbathur për të mos u kthyer më. Në dhoman, korridor dhe në shkallë, të vriste syrin boshatisja dhe braktisja, dukej se gjithçka ishte lënë në pushtetin e kaosit dhe të rastësisë. Nga dritarja e madhe e dhomës së parregulluar, dukej sheshi i madh ku nuk mund shihej këmbë njeriu. Gjë fare e rëndomt në ato ditë çmendurie të përgjithshme. Të kallte datën ajo pamje, siç na ndodh tek shohim ëndra të tmerrshme. Nuk ngjante me diçka reale. S'të dukej se ishte vërtet sheshi përpara ndërtesës, ai që po shihej nga dritarja. Takimi shënoi ngjarje që Juri Andrejeviçi e ruajti në kujtesë gjithë jetën. Idhulli i fëmijërisë, patriarku i mendimeve dhe ndjenjave rinore, i gjallë, i prekshëm, qëndronte përpara tij një lloj si dikur. Nikolaj Nikolajeviçi i shkonin shumë thinjat. Kostumi i qepur jashtë shtetit ja theksonte elegancën, ja shtonte heshin, duke më i ri nga ç'ishte, mbaj si s'kish më mirë. Domosdo, përpara madhështisë dhe përmasave të asaj që bëhej gjithandej, nuk të dukej kush e di çfarë. Ngjarjet vigane mahnitëse s'kishin si të mos e eklipsonin, por Juri Andrejeviçit as që e shkoi në mendje ta maste Dajen me një metër të tillë. E habiti qetësia dhe vetëpërmbajtja që tregonte në fjalën e tij për tema politike. Qetësi dhe gjakftohet. Edhe ironik, por jo dashakeq. I thoshte gjërat vetëm për shaka. Zotësia që tregonte në këtë vetëpërmbajtje i kalonte mundësitë e kohës. Ishte thuajse e paimagjinueshme në kushtet e krijuar atëherë në Rusi. Në këtë pikë binte në sy për mirë, por dukej sheshit se ishte njeri i dalë mode. Prania e tij se si të ndrytte. Se ndjej edhe aq mirë veten në shoqërinë e Nikolaj Nikolajeviçit. Madje duhet thënë se tërë kjo u ravizua shkoqur më pas. Orë dhe para pas takimit të përmallshëm me të përzemërt, folën të kapërthyer të shtrënguar fort në krahët e njëri tjetrit, mezi ngopeshin me përqafime e shtrëngime, ndërkohë që lotët u rridhnin çurk, gulqimat si linën të mbusheshin me frymë, dhe kjo edhe fjalët e para që këmbyen dolën gjysmake të ndërprerura, siç ndodh në këto rastesh, edhe pas ngashërimit flisnin duke ndërprerë njëri tjetrin. U sqarua shpejt se u takuan dy karaktere krijuesish, të lidhur nga gjaku. Befas u përmbytën nga përsjatjet e kaluara, nga përtëritja e gjërave gjatë kohës që kishin qenë të ndarë. Folën dhe për më kryesorin më shqetësueshëm, për ngjarjet e jetës shoqërore. Në ato çaste, këta tipa krijues i larguan lidhjet e dikurshme, nuk ishin më Daja nip,
por as me ndryshim të ndjeshëm moshe, me profesione dhe përvojit të ndryshme. Gjatë këtyre bisedave të nxehta, u mbeti vetëm afria e stihisë me stihinë, e energjisë me energjinë, e fillimit me fillimin. Gjatë këtyre 10 vitëve të fundit, Nikolaj Nikolajeviçit nuk ishte dhënë mundësia të shprehej me aq adhurim për veskun e autorësisë, të zbulonte përpara në kujt thelbin e destinacionit krijues të njerëzit, ashtu siç mendonte ai vetë për këtë. Tani, në bisedën me shpirt hapur me Nietzschen, ju dha për herë të parë mundësia ideale për të prononcuar për çështje aq të mëdha. Por as Juri Andrejeviçit nuk i kishte rastisur të përjetonte me aq të nderim një ehon aq të mençur edhe aq të përzemër të mendimeve të larta, të dalë nga shpirti. E para që të dy një lloj i gëzoi mundësia për të shpalosur mirë flatrat të shpirtit. Bashkëfolësit ju dhanë me gjithsej këmbimit të pikpamjeve. Ore çast brofën dhe cejaknin në përdhom. Shiheshin sy të kënaqur nga plotësia e komunikimit. Qëndronin te dritarja dhe tërkllinin majt e thonjve në xhamin e saj. E ndjenin se argumentet që parashtronin i çonin palët në mirëkuptim dhe një vlerësim, në formulime me forcë të madhe përgjithësuese. Kjo ndodhi në takimin e parë. Më pas, doktori e pa Dajen në mjedise të tjera, me miq, por Nikolaj Nikolajeviçin aty nuk e njihte, ishte tjetër njeri. Daja mbante veten për mysafir në Moskë, nga ky vështrim i këndshëm i vetvetes nuk dëshonte të hiqte dorë. Në mbante për qytet vetin Petersburgun apo në një qytet tjetër, kjo nuk u sqarua ndonjëherë kurrë. Ja kishte fort ënda dhe ja ledhatonte sedrën roli i llafazanit të shpenguar në tema politike. I pëlqente të tregojë maqepsës i opinionit shoqëror. Ku i di, ndoshta ngrohte edhe shpresën se në Moskë mund të hapeshin sallone debatesh politike, si ato të Parisit, ku fliste Madame Rolani përpara konventës. U bën vizitat njohurve, ende në rrugët e qeta të Moskës pa të keq dhe me finesë, i vinte në lojë burrat gjysmak dhe prapanik që e shihnin gjithçka vetëm nga lartësia kambanare së tyre. Shkëlqente me erudicionin mahnitës, me përkushtimin që tregonte për ngjarjet, po edhe me mendimin e gazetave për ta. E bënte një lloj si dikur, kur tregonte sa mirë ishte në dieni të librave dhe doktrinave që parashtroheshin në to. I pëlqente të përsëriste se në Zvicër kishte lënë një nga hobitë veta, pa i hedhur ende në letër. Por që si ishte ndënjur, erdhi të zhytej në vorbullën e ngjarjeve të shënuara që po e tronditnin vendlindjen, po dilte i pacënuar nga vorbulla, do t'ia mbathte përsëri në Alpe e do ta përfundonte librin me hobit. Ishte pro bolshevikëve. Në biseda rrinte dhe kujtonte ndonjë emër të majti. Me zot fort thoshte se mbante veten dishepull të tyre. Në darkën e shtruar me rastin e kthimit në shtëpi të Juri Andrejeviçit, përmendi gazetarin që shkruante me pseudonimin Miroshka Pomori dhe publicistin Silvia Koteri. Aleksandar Aleksandroviçit si durua më gjatë, me zë të mbytur, sikur i mbllaqiti fjalët e qortimit. Tha: "Të shkojnë mornica nëpër trup, kur ju dëgjon se me kë po e bashkëndoni veten Nikolaj Nikolajeviç, me ca Miroshka e Koteroshka, po e lini veten të gremiset në humner." Dëgjova të zhvillohej ndërmjet tyre dhe një bisedë tjetër si kjo. E shtytjerrim fjalët pa bukë. Të vërteta aq hapur sa të vjen turp t'i vërtetosh. Janë ABC-ja gjërave. Trungu i atij që quhet popull, që në kohë të kohës ka patur një ekzistencë të pakuptimit. Në çdo tekst historie gjen të shprehur një mendim të tillë, sido që të quash sistemet shoqërore, feudalizëm apo bujkërobëri, kapitalizëm apo ekonomi tregu, pa natyrshmëria dhe padrejtësia e ekzistencës së tyre. Tani më prej kohe është bërë qartë. Ka kohë që përgatitet përmbysja e tyre. Kjo përmbysje do të bënte të dilte në dritë populli, do të vijë gjithçka në vendin e vet. Se ju edhe vetë e kuptoni, riparimi i pjesëshmës së vjetrës asgjëkundis të nxjerr. Kërkohet përmbysje nga themelet. Sigurisht mund të çojë në shëmbjen e ndërtesës, po ja që s'keç bën, le të shëmbet. Që na të merron një dukuri e tillë, kjo nuk do thot as pak se nuk të bëhet vend. Punë kohe është. E si ta vësh në diskutim një fakt tillë kaq fort? Nuk është puna aty, nuk e pata fjalën aty, ju thash diçka tjetër, belbzoi nxehur Aleksandr Aleksandroviçin, dhe debati u ndez edhe më tepër. Ata Miroshkët dhe Koteroshkët tuaj janë të pacip. Tjetër thonë, tjetër bëjnë. Lëre pastaj që s'kan kurfar logjike. Kini pak durim. Tani do t'ju a bëj të qartë se qëndron puna. U ngrit, zuri të kërkonte revistën në sertarte të rrezësve të punës. Me këtë që bënte, sikur e ndërsente oratorin. Aleksandar Aleksandroviçit i pëlqente që në vlugën e debatit të dilte përpara një stërkëmbësh. Pengesa i jepte mundësi të bënte pushim që të brumoste në kokën e vet mendimet, të ftillonte argumentet. Gjatë kohës që kërkonte diç në përdhënte, jepte e merrte me veten si të para përgatitej për sulm,
Kështu bënte edhe kur si gjente kalloshat në vendin e duhur, edhe kur qëndronte në prag të banjës me peshqirën hedhur në supë, edhe kur mbushte gotat me verë të rrezë. Juri Andrejeviçit i pëlqente të dëgjonte ato fjalë që thuheshin më tepër për veten se sa për të tjerët. Ja ledhatonte veshën e folmja moskovite, e shtruar edhe që të kujtonte gërhitjen qetësuese të maçokut që dërmit pranë zjarrit. Buza e sipërme, e rruar me merak, i dilte pak përpara me buzën e poshtme, ashtu si papilloni që mbante i dilte me krahëror. Se që kishte të përbashkët nërmjet asaj buza dhe atij papilloni, që i jepnin Aleksandar Aleksandroviçit një pamje prekse, fëmijërore, pamjen e një njeriut të cilit s'ke se si të mos i besosh. Natën vonë, atëherë kur mysafirët po bëheshin gati të dilnin, ja behu Shlezingeri, e vinte drejtë nga mbledhja. Ishte veshur me xhaketë e kapele pune. Hyri me hap sigurt me lëvizje të shpejta të prera. U tok për dore me të gjithë, me këtë pamje vrulli përballoi vërejtjet për vonesën. Tu gjatë jeta Tanja, s'bëhet mirë, mos kam mbari mori vesh erdhi, kurse unë e fundit, turp të keni. Me sa duket se pas kam merituar vëmendjen tuaj. Po ku jeni? Sa shumë ju kemi pritur. Po hapuni det ju takoj. Jo lumt, i lexova shkrimet. Asgjë nuk kuptova, po gjeniale janë. Duken me njëherë. Tu gjatë jeta Nikolaj Nikolajeviç. Tani e ke radhën ti ju Roçka. Do të flas veç me ty. Do të kemi një bisedë madhe ne të dy. Përshëndetje. More gogoçk, edhe ti këtu qenke? Pata, ha, doni të hani ga. Me këtë fjalë ju drejtua Dudorovit, Gjatovinë që e thrisnin me qeshur edhe shirit zorësh. Ja pas keni shtruar me të ngrënë me të pirë ju këtu, do t'ju zë do ju kaloj. A, zotrinj, ju a them unë, gjë për gjë nuk dini. As nuk dini, as nuk kuptoni. Bota po përmbyset. Ç'nuk të zënë syt. Shkoni në një mbledhje vegjëlie, por të tillë që të ketë punëtor të vërtetë dhe jo ca të shpifur. Të jenë ushtar për të qenë dhe jo ca të shkalur. Provoni të peptini ndonjë fjalë për luftën, për quarin e saj deri në fundin fitimtar. Dinë ata si t'ju ndreqen Samarin, sa po dëgjova një marinar. Çfarë qartësie mendimi. Selam të vazhdonte. Bërtitën secili për hesab vet. Njëri binte goshtës e tjetri patkojit. Shlezingeri ul pranë Juri Andrejeviçit, ja mori dorën në duart e saj, e afroi fytyrën te fytyra e tij, që të mund të mbulonte me zërin e saj zhurmën e poterën, dhe i tha me zot lart drejt vizor. Shkojmë në një ditë bashkë Joçka, do të njoh me ca që të duhet, ashtu si i duhet anteu toka. E ç'mi shyen ato sy? Mos të habis me këtë që po të them. Pse? Sot po e merr vesh jam si ka lufte, që s'rroj dot pa betejë. Jam përleshur në barrikade një vakt. Sigurisht, pse ç'pandeti? A, popullin e se njohim. Që andej po vi. Mora përsipër të hap një bibliotekë për ta. Piu dhe jo pak. Dukej që po dehej. Kurse Juri Andrejeviçit i ushtinin veshët. Se vuri e resi si u gjend Shlezingeri në njërën qoshe, kurse ai vetë në qoshën tjetër domës, në anë të tryezës, si u ngrit më këmbë, edhe me sa dukej pa i ditur as vetë ç'bënte kërkoi të fliste. Qetësia u vendos me vështirësi. Zotrinj, dua, Misha, po dalin qik. Ha Tanja, ç'tu bëjmë këtyri që nuk duan të më dëgjojnë? Zotrinj, vetëm 2 fjalë do t'ju them, po afron e pa besueshmja, e pa dëgjuara. Përpara se të na përmbytin, do të desha të uroja ja se çfarë. Të mos e humbasim njëri tjetrin, të mos e humbasim shpirtin, mos u ngutni me atë urran tuaj, s'kam mbaruar. Bëni edhe pak durim, më dëgjoni. Këtë vit të tretë lufte në popull u rrënjos bindja, se shpejt avon kufiri mes frontit dhe prapavijës do të zhduket. Deti i gjakut do të afrohet gjithve, do t'i përmbyt edhe ata të llogores edhe ata të prapavijës. Ky det është revolucioni. Do të ndodhë ajo që ndodhi me ne në luftë. Pushoj se ekzistuari gjithçka vetjake. Në u duk se në botë asgjë tjetër nuk ka përveç luftës, se vetëm vrasjen e vritën. Bëjnë të vdesin dhe vdesin vetë. Në mbijetofshim së bashku me kujtimet tona për këtë kohë, do të zëmë t'i lexojmë. Do të shohim se gjatë këtyre 5 apo 10 vjetëve kemi hequr e jemi sflitur më shumë se të tjerët kanë përjetuar gjatë 1000 vjeçarit. Nuk e di në do të ngrihet populli që t'i vërë vetë gjoksin punëve aq vigane, në do të bëhet dot gjithçka në emrin e tij. Nga ngjarje me përmasa tilla nuk kërkohen prova. Unë personalisht nuk e besoj se është një kohë kjo e tanishmja, kur të duket shpirt vogëlsi të merresh me gërmimin e shkaqeve, duke rëmuar cekët, ndërkohë që ndjenjat që qarkullojnë janë të përmasave ciklopike. Shkaqe imcake nuk gjen, sepse ato nuk ekzistojnë. Vetëm grindjet për brenda familjes kanë përjardhje përcaktuar qartë. Në to e përcakton me lehtësi fillimin e fundin.
Pasi janë tërhequr paq për flokësh, kanë thyer jo pak pjata e servise porcelani, gërnjarët zënë e vrasin mendjen për gjetur kush e nisi i pari edhe si e vazhdoi i dyti sherrin. Kurse e madhja s'ka as fillim e as fund. Është e gjerë dhe e pakapshme si gjithësia. E sheh me sy, e prek me dorë, por si lindje që ndodhe se di, të duket se kështu ka qenë gjithmonë apo se ka rënë nga qielli. Edhe unë mendoj se Rusia do të jetë e para që nga ekzistenca e botës, vendi ku do të mbretërojë socializmi. Kur të ndodh, do të njihemi të hupt për një kohë gjatë. Si të vim në vete, nuk do të mundemi ta rikthejmë kujdesin e humbur. Një pjesë të së kaluarës do ta harrojmë. Nuk do të kërkojmë shpjegime për ato që ndodhen. Rendi që do të vendoset, do të na rrethojë me rëndomsinë e tij. Asgjë nuk do të na habis, ashtu si nuk na habit pamja e pyllit në horizont apo e reve mbi kokë. Jeta e përditshme do të na rrethojë nga të katër anët. Asgjë tjetër nuk ka për të patur. Juri Andreviqi foli, si e shfreu atë që e mundonte, u ndjesë. Por si edhe më parë, vështirësoi të dëgjonte ç'të thonin të tjerët. Pyetjeve që i bënin u përgjigjej në tym. E ndjente dashurinë me cilën e rrethonin, por se largonte dot pikëllimin, ndërsa trishtimi e detyronte të mos ishte ai vetvetja. Tha, ju falemnderit. I shoh dhe i çmoj ndjenjat që u shjeni për mua, nuk i meritoj. Vesh një porosi duhet ju jap. Nuk duhet dashuruar me ngut. Nuk duhet krijuar rezervë dashurie nga frika, se mbase më pas do t'ju duhet të dashuroni më fort. Ja plasën të qeshurit, përplasën duart. Fjalët e porosisë i morën përmendjen përktësi të radhës, kurse ai s'po gjente vend ku të futej nga frika në një fatkeqësi të shkallës më të lartë. Nga frika e vetdijes se në të ardhmen s'do ta kishte pushtetin mbi veten, pavarësisht nga dëshira e flakt për të bërë punë të mirë dhe nga përkushtimi për t'i bërë njerëzit të lumtur. Mysafirët u shpërndan. Nga lodhja të gjithë dukeshin të lëshuar, goksinin duke hapur e mbyllur nofullat, edhe ngjanin me kuaj. Përpara se të dilnin, troqen perdën, hapën dritaret, edhe sa ka qysh palos agimi i verdhrem. Qielli i lagësht, i mbuluar me re të pista ngjyrë dheu. Pashi, pas ka kaluar fortuna gjatë kohës që ne dërdëllitnim, tha dikush. Kur erdha unë po binte shi, po hoq lëzingëri. Në rruginën e zbrazur dëgjoheshin piklat e shative. Binin përhimta, monotone. U dëgjoi një bubullim e largët. U rrokullis në përqell, duke lënë mbresën, sikur një plugje stërmadh hapi një vrazd të stërmadhe. Pastaj u dëgjuan 4 gjëmime të vogla, të vonuara, që të kujtonin patatet e nxjerra nga brazda mbi dhonë e shkrifët. Ajri i pastër e zboi ajrin e ndotur nga tymi duanit. Si pjesë përbërëse të jetës, u shqyuan më kryesoret. Ajri dhe uji, dëshirat dhe gëzimet, toka dhe qielli. Rrugina u mbush me zërat atyre që dolen, duke që vazhdonin të debatonin me zot lartë, flisnin me tone të ngritura si në shtëpi. Me largimin e njerëzve, u shuan dhe zërat, rruga heshti përsëri. Sa vonë nuk bë, tha Juri Andreviqi, shkom të flem. Nga gjithë njerëzit e kësaj bote, dua vetëm ty dhe baban. 5. Iku gushti, shtatori ishte nga fundi, e pashmangshmja varej mbi kokat e njerëzve. Po afronte dimri. Ajo që në kohë dimri në natyrë ngjason si humbje jete, tani po vërtitej e paracaktuar dhe e paravendosur. Mes njerëzve flitej vetëm për te. Nuk u hiqej nga goja. Duhej përgatitur për dimrin, duhej vënë zajre e dru, po në ato ditë nga dhënjimit të materializmit, materia që është ndërruar në nocion, ushimet e trunt që nxëvendësuar me kuptimin e ushqyerët të ngrohurit. Por të flitej si për nevoja njerëzore, por jo si mundësi për të plotësuar. Qytetarët dukeshin pa fuqishëm të bërnin diçka. I shije të zgudëllonin sytë si fëmijët përpara të panjores, e ndjenin afrimin e të pashmangshmes, e dinin se pritej përmbysja gjithçka e vjetër e zakoneve, e mënyrës së jetesës, e parandjenin se e panjora do të shoqërojë me zbrasti. Pavarësisht se dukuria e pashmangshme në vetvete ishte pjella e vetë qytetit, ishte krijesë e vetë qytetarëve. Kishte që gënjeshin, kishte që përflitnin, kishte që utoheshin. E përditshmja çapitej ashtu çal, përplitej, sorollate, hiqej zvarr, kapej pas shprehive dhe reflekseve të vjetra. Doktori e përjetonte jetën në tërë larminë e saj, e ndiqte me sy të katër atë që po ndodhte, si njeri me shikim esull që ishte, gjithçka e përfturonte të pasbukuruar. E kishte më së qartë dënimin me vdekje të së përditshmes, e dinte se përmbysja e saj ishte pashmangshme. Veten e mbante për të dënuar nga fati. E prisnin prova, e dinte. Nuk do t'ishin të vogla dhe pa pasoja,
Ndoshta e priste dhe vdekja. Ditët e numëruara të mbetura fikeshin në sytë e tij. Do t'ishte çmendur po të mos zihej me vogëlima jete, me punit e lashe, me përkujdesje të çdo lloji. Gruaja, fëmijët, paratë, kërkimi i mundësive për të jetuar, spitali dhe pacientët që shpëtonin nga kapërthimi i mangthit, kthetrat e cilit i ndjente mbi vete çdo ditë. E kuptonte se s'ishte vetë se bëshdil përpara viganit që po shtronte me vendosmëri e pashmangshmëri të ardhmen. Ja kishte frikën, po edhe e donte. Në thellësi të shpirtit krenoi me të. Me sytë përmallur, siç bën ai që i sheh për herën e fundit, shihte drurët, njerëzit që ecnin me hallet e tyre në kurriz në ato ditë buzëvjeshte. Shihte mbar qytetin që dergjej nën peshën e fatkeqësive dhe ishte gati të bëhej ertheror për një jetesë më të mirë, po ja që vetë asgjë nuk mund bënte. Qiellin, njerëzit, sidomos ata që i shihte në mesin e rrugës Arbat, nëpër cilën kalonte për të shkuar në spital, zurit shihte me sy të ri, të diktuar nga koha. Punonte në spitalin nga ku dikur e kishin mobilizuar për në front. Atje filloi edhe ndryshimi. Tashmë në stafin mjekësor, kishte që e shihnin shtrembër, e mbanin për të rrezikshëm nga që kishte ardhur nga fronti. E dyshonin për mendime radikale. Ca kokëdhënjve të tillë doktori i përgjigjej me përbuzjen e shpërfilljes që tregonte. Kurse atyre që kishin ecur me kohën, u dukej i kuq, po jo sa duhej. Ashtu vetë ju, doktor Zhivaku, u gjend as me këta e as me ata. Nga njëri bregu largua, në tjetrin nuk u ankorua. Në spital përveç detyrës së mjekut i ngarkuan edhe detyrën e statistit, një punë me shumë shkresorina, tepër i zënë. Duhej të evidentonte vdekshmërinë, shtrimin e të smurëve, gjendjen e tyre financiare, të fiksonte shkallën e ndërgjegjësimit qytetar, pjesëmarrjen në votime, të ishte ndjeni se në gjendje ishte ngrohje, ushqimi, furnizimi me barna, për gjitha të raportonte në zyrën qendrore të statistikave. Orë të tërë i kalonte e zënë deri në gryk me punë, ulur në tryezën e vjetër të dritarja. Letra gjithfarshe, anketa e formular të paketuar ishin pirë në qoshe. Kur shkëpuste ndo pak kohë, mbante ditar të mbushur me fragmente proze, poezie, kujtimesh, të cilët i përshkonte si filli kuq mendimi se mbi gjysma e njerëzve nuk ishten vete. Pak të thuash nuk ishten vete. Ishte e çmendur, nuk e merrnin vesh ç'ishte kjo që ndodhte. Nuk kuptoheshin se ç'lojë bënin. Dielli u ëmbël i vjeshtës së artë, ndriçonte dhomzën e lyer me gëlqere. Mëngjeset ishin me ngric. Ishte koha kur në Kori dhe në pyjet e zhveshur vinë laraskat dhe trishtilët. Një ditë si këto, qielli sikur ngrihet edhe më lart se zakonisht, duke qarë ajrin e tejdukshëm. Në tokë lëshohet ngrice kaltëreme. Në fillim me ndruajtur, po del ngadalë pavonuar, bëhet zonjë e vendit. Shihet e dëgjohet më mirë, ajri depërtohet nga një larmi e tërë zërash. Lartësitë pastrohen. Të duket sikur jeta shpaloset pa asnjë pengesë, e plot dhe e qartë, krejt e dukshme. Dhe do t'ishte e padurueshme për qenjet njerëzore, kjo gjendje ngrice dhe tejdukshmërie e tejdëgjueshmërie, po të mos ishte jetë shkurtër, edhe po të mos shfaqej vetëm nga fundi i ditës së shkurtër vjeshtore. Një rrezullim i tillë drite mbushi dhomën e bardhë të doktorit me dritë, me gjallëri, jetë dhe ëndje. Ndërsa doktori rrinte ulur në tryezën e tij të punës, mendonte dhe shkruante, pranë dritarës fluturuan disa shpend të pandjeshëm, që hodhën dhomë hije të pazëshme. Ato rëshqiten edhe mbi duart e doktorit, mbi tryezën e mbuluar me shkresorina, mbi dyshemente përgjatë mureve, pastaj u zhdukën rëshqita si pa gjbutë si qhynë. E vutre, panja me zi mbahet, i tha kolegu, që hyri një mesobur i reshkur, me faqe të rëna dhe me gushin lapër, dikur të mbushura dhe gjithë shëndet. Sa shira ka duruar i dru, sa erave u ka qëndruar, kurse të ftohte tek këtij mëngjesi nuk i bëri dot ballë. Doktori ngriti kokën. Hijet që ju duken si shpend fluturak, ishin gjethet e panjës që binin duke valvitur në ajër, edhe shtroheshin tokë duke marrë secila një pamje të vetën. Po dritareve, a u ngjitën letra që të mos hyj era thëllimt? E pyeti kolegu. Jo, përgjigj Juri Andreviçi dhe vazhdoi të shkruante. Pse s'u thoni? Filluan ngricat. Juri Andreviçi i zhytur në ato shkrimi nuk i ktheu përgjigje. S'është më e të rasjuku. Ja kush kujdesej, vjej kolegu. Edhe qismet i riparonte edhe orën të ndreshte, që nuk bënte ai njeri. Flori i kishte duart. S'kemi si ja bëjmë, do t'i zëm vetë me letra. S'kemi ngjitës, do t'a sejmë vetë. Dhe kolegu ja shpjegoi si përgatitej ngjitësi. Ama dhe unë, po ju pengojmë duket, e shoh që keni punë. Ju afrua dritares tjetër, se shluajti ca provza. Pas pak tha, u erë, mos puno më se i prish syt. Ndryshim nuk ka, shkojmë në shtëpi.
Do rritë pak, po punoj edhe një 20 minuta. E shoqja e tij punon te nej sanitare. E kujt? E Tarasjukut, e di. Kurse ai vetë nuk dihet ku është. Tokën mbar po e mat me pullon i njëri. Këtë verë u duk vetëm 2 herë në shtëpi. Edhe në spital erdhi na takoj. Në ndonjë fshat largët do t'jetë, po ngre jetën e re. Është nga ushtarët bolshevik që ishe gjatë fushatave elektorale edhe nëpër trena. Doni ta dini përgjigjen e gjëgjëzës së Tarasjukut për shembull? Dëgjoni. I vjen dorësh për gjithçka. Në e zënt një punë me dorë e merr flama. Kështu edhe me luftën. Ju e bëri si ishte mësuar ta bënte punën. Doli se ishte nishanli e rrallë, po edhe në llogore e tregoj veten, jo për guxim, po për mjeshtri dhe saksi veprimesh. Zvonoi t'i bëj pasion ushtrie, i hyri në zemër. Si i njohu forcën e armës, ja pati ende ishte vetë forcë. Dhe ja, u dha kushtrimi, të kthejmë pushkët kundër pushdhënësve. E bëri si dinte ai, me mendje në kokë e për kushtim. Ja se shndodhi, e ja dhe marksizmi. Edhe tamam si vetë jeta, ju si thoni. Kolegu çapit përsëri për te dritarja tjetër. Pa një copë herë i heshtur në të, pastaj pyeti Juri Andrejeviçin. Po soba në reci? Ju faleminderit për ndihmën, njëri i çuditshëm ishte. Rreth një ore ku venduan për Hegelin, Benedikt të Kroçën. Asgjë të habitshme nuk ka. Është doktor i shkencave filozofike në Universitetin Heidelbergut. Po soba? Nuk nizet. Bën ty? Na plasi. Nuk e ka nxjerr ku duhet tubin. Duhet futur në xhak. Kurse ai e ka nxjerr në dritare. Në xhak e futi, por bën tym. Domethënë, nuk e ka rregulluar që dalet ty ku tërheq xhaku. Se kemi këtu atë Birçën Tarasjukun. Bëni pak durim, se dhe mos ka sungrit për një ditë dhe të arrish të bësh një sopë të ndizet si duhet, nuk është një lloj si t'luash në piano. Ka marifitin vetë ajo punë. Po me druz jarë si jeni? Ku pa që druz kemi, e ku ti marrësh? Po ju dërgoj rojën e kishës, është hajdut drush. Shyen e shkallmon gardhet, i shet për druz jarri. Po kujdes, po ju paralemroj, më përpara bëni hesap se të rjep. Është zhvatës që si gjendet shoku. Zbritën të dy bashkë në garderobë, u veshën, dolën në rrugë. Po jo, do ju dërgoj një mjeshtër për punë drush. E ka varricën sa një mal. Kujdes mos pengojeni, errësirë e madhe. Njëherë një kohë së mbylla si kaloje në për këtë rrugë, çdo gur e dije ku binte. Se unë u linda dhe u rrita këtu. Që kur filluan të shkulin gardhet dhe me sy hapur nuk kalon dot. Duhen bërë sy të kadër. Ama u zbuluan ca qoshe që e lë syt kur ishe. Ca banesa enigmatike të rrethuara me gëmusha të larta. Ca kopshtije me stola të rënuar gjysmë të kalpur. Po ecje para disa ditësh. Shoh një plakë të mollshme të përkulur deri në tokë. Shihte dhe hetonte vendin. Zoti të dhënë shëndet e jetë më gjyshe, i thash. Mos po kërkon në një krimp, mos je gjë qeflie e peshku. Kuptohet, për të qeshur pak ja thash. Jo mor birë mu përgjigj plaka. Po mbledh korpudha. Vërtet, qyteti është kthyer në pyll. Mban erë gjithashtë kalbura. Të shpon hundët era e korpudhave. E di ku bie i vend, edhe unë e kam parë vetëm të befasuar në atë rrugë. O të del përpara një që se pret, o gjen në një që të hynë në punë, thonë se në qoshën e asaj rrugë përgjojnë hajdutët. Vënd me të papritur është si me hije. Bashkojnë disa rrugica që të çojnë në kabarete vjetra. Mund të kapin, të zhveshin e ku të kam parë pastaj. Shkoj e kape erën në fush. Fenerët sa për emër janë, për të ndriçuar nuk ndriçojnë. Thyen qafën po të mos e kesh mendjen. 6. Ajo që i tha kolegut ishte e vërtet. Në atë hut kryq enigmatik, Juri Andrejeviçit i kishtin ndodhur gjithë fart papriturash. Në vishtën e dytë pak kohë përpara luftimeve të tetorit, një mbrëmje të ftohtë errët sa si shkeli këmba në njërin që ishte shtirë sa gjatë gjërë në trotuar. Doktori ndali, ul të shihte në ronte apo jo, dëgjoi si rënkonte mbyturazi. Përpyetje që i bëri me zot lart dhe përpjekje për ta sjellë veten në fillim nuk mori përgjigje. Pak më vonë dëgjoi se belbëzoi diçka të paqartë, po përsëri humbi ndjenjat. Ishte dëmtuar në kokë, nga plaga vazhdonte t'i rrithë gjak, por kocka kishte mbetur e pacënuar. E kuptoi pas vizitës së shpejtë që i bëri. Me siguri duhet ishte viktime e grabitësve të armatosur. Portofoli, belbëzoi plagosi me buzët e mpira pa i hapur syt. Doktori telefonoi në spital në farmacia aty afër.
Kërkoi të vinte ndihma shpejt. E shoqëroi vetë viktimen deri në spital dhe u kujdes për shërimin. I plagosuri ishte person politik me peshë. Doktori e ngriti në këmbë plagosurin. Me këtë që bëri, i siguroi vetes një mbrojtje të qëndrueshme për shumë vjet. Nuk e përndiqnin, nuk e shihnin me dyshim. E kaloi qeta të kohë të rënduar me të papritura dhe moskuptime. 7. Ditë e diel, ditë pushimi. Familja u mblodh në 3 dhomat e katit të sipërm, ashtu si e mendoi Antonina Aleksandrovna. Dita kthyu e ftohtë, me erë, merrit ulë të dëbore të përhime dhe e zymt. Gjëja e parë që bën ishte ndezja e sobës, por s'u eci mbar. Dhomat u mbushën me tym. Antonina Aleksandrovna tha se nuk merrte vesh nga ndezja e sobave. Atë punë ja besuan njushës, po ja që nuk i gjendej karari. I qëndronte në kokë, i jepte ca këshilla që më shumë ngatronin shërbëtoren, por më tepër që drut ishin të njoma dhe zjarri nuk donte të merrte. Doktori që e shihte ç'bëi dhe ndjente se duhej të ndihmonte edhe ai, provoi t'i afrohej sobës, por e shoqja me butësi, e kapi për supesh dhe e largoi që aty duke i thënë: "Shko më mirë në domën tënde, atë bëj. Se që ke këtë zakon, vjen e përzihesh aty ku s'duhet, sikur enjtë se zgjedh kohën. Vjen atëherë kur tjetër t'i vjen koka vërdall, si se kupton xhanom se këshillat që jep vetëm i hedhin benzinë zjarrit. A ata njëçka, sikur të kishin sa benzinë dhe t'i hidhnim, sa mirë do t'ishte. Soba do të bubulonte nga flaka, drut do të thaheshin e do të merreshin në çast, po ja që nuk kemi as benzinë e as zjarr. As për gjëza nuk është koha. E dijuri, ka ca shaste kur si tret stomaku as lërat e fjalëve." Sopa që spëndizej u aprishi planet e asaj dite. U ngritën me shpresën të vinin përpara punët, ta kishin të lirë mbrëmjen. Mirë po që në mëngjes u pa se ishte e pamundur. Dreka nuk u bë dot gati në kohë dhe as dëshira për të larë kokën me ujë të ngrohtë nuk u plotësua. Lëre pastaj ndonjë kërkesë tjetër që kishin shkuar me shpresën se do ta plotësonin. Dhoma u mbush me tym të hidhët, nuk merri dot frymë. Era e fortë e kthente mrap shtymin. Dhoma të nxin, bloza u depozitua gjithandej. Mjedisit kujtonte guvat parahistorike me përbilsha brenda. Juri Andrejeviçi i dëboi gjithë në dhomat e tjera. E hapi dritarzën e aerosjes, gjysmën e druve që e kishin mufatur sobën i çoi në banjë. Të tjerat i kryqëzoi në mënyrë që të kalonte ajri. Vuri dhe bujashka të thata. Nga dritarja fryu erë ftohtë. Perdi u fryu dhe u valvit. Nga tryeza e shkrimit flutruar ndyshe me disa fletë. Nga kurrenti u mbyll me të përplasur dera si t'i sulej maci amjot. Era i ndoqi nga dhoma shtyllungat e dëndër të tymit. Këto u davaritën dhe pas pak u zhdukën, ajri u pastrua. Drut morën flak, zjarri kërciti hareshëm në sobë, flaka lëpinte faqet e brendshme, majat kërkonin të futeshin në tubin e sobës. Në sipërfaqen e llamarinës u dukën njollat kuqremta që lëshonin nxehtësi. Dal nga dal dhoma po ngrohej. Dukej sikur nuk kishte ndodhur gjithë ajo gurgule. Dhoma u mbush me dritë, xhamat u veshën me avull. Juri Andrejeviçi i kishte zënë mirë me letër çarat e dritarëve, sipas këshillës së kolegut Merakli, pas marifetit që i mësoi për gatuarjen e ngjitësit. Val ajri të ngrohtë errëmirë i përshkuan gjitha dhomat. Era druve të lagura që ngroheshin pranë sobës të gërvishte gurmazin, por të kënaqte aroma e rroshirës, të kujtonte në erën e mirë të ujit të ngrohtë kur lahesh. Në këtë kohë në dhomë, me vërtikun e erës ju fut në dritar aty pari, hyri Nikolaj Nikolajeviçi dhe tha: "Plasi ajo që priti të plotësiste, po bëhet luftë. Junkerët që përkrahin qeverinë e përkohshme kanë dalë në rrugë të armatosur. Përballë tyre qëndrojnë ushtarët e garnizonit të Moskës që përkrahin bolshevikët. Përleshje ka në çdo rrugë. Filloi kryengritja armatosur. Tek vijat e ju u gjenda ndërmjet dy zjarreve, njëherë në qoshën e rrugës Bolshaje Dmitrovska dhe pastaj në rrugën Nikitinske Varota. Desha s'desha i rash për qark në rrugina. Ngriu Juri, jepi shpejt. Vishu dhe dalim, duhet ta shohim gjithçka me sy tan, po shkruhet historia, njëherë në jetë të jepet rasti." Për të thënë tha, po ndonjë mbi 2 orë me biseda, pas kësaj u ngrit, i tha doktorit ta shoqëronte deri në hotel. Nuk ishin dalë ende kur një lloj si Nikolaj Nikolajeviçi pak më përpara nuk hyri, por fluturoi Gordoni me plato lajme. Gjatë kësaj kohe ngjarjet kishin përparuar. Ishte lajme të reja. Gordoni tregoi se këmbimi i zjarrit ishte përforcuar. Kishte të vrarë, madje kishin mësuar disa kalimtarë që rastisht i kishte kapur plumbi.
Tha se lëvizja në qytet ishte paralizuar, vetëm një mrekulli e kishte ndihmuar të hynë të gjallë në rrugën e tyre. Pas shpinës, dëgjoi të shpallej ndalim qarkullimi. Nikolaj Nikolajeviçi bëri si bëri dhe doli në rrugë tash të gjenden me sytë e vet. U kthye pas pak minutash. Tha se nuk kalohej. Kishte dëgjuar fërshëllime plumbësh që ropën suvan e murit aty pranë. Në rrugë nuk kishte këmbë njeriu, çdo lloj kalimi ishte i pamundur. Në këto ditë të shqetësuara, Sashenka mori të ftohtë. 100 herë kam thënë, mos e mbash foshqen pranë sobës së nxehur, e qortoi të shoqen i zemëruar Yuri Andrejeviçi. Mbi nxehja është 100 herë më e dëmshme se të ftohtit. Ju skuqën ngryqët, ju ngrit temperatura, e mbyti kolla. Djali u trëmbe shumë të vjellave, meke nga të qartë e frika, nuk po mundeshin t'ja ndalonin dhe ta qetësonin. Sashenka ja shtynte me të klithura Yuri Andrejeviçi dorën me laringoskop, se linte t'ja shite grykën, u lorinte, e shtrëngonte fort gojen. As bindja dhe as kërcënimet nuk bënin punë. Kur befas, me shkujdesje mi turaku, Sashenka goksiu ëmbël. Doktori se la pa e shfrytzuar mundësinë vetme që ju kryua për t'ja parë të birit gryken. Ja futi me një lëvizje të shpejtë bishtin e lugës në gojë. Ja uli gjuhën, ja vizitoi gryken. Ndezur lule kuqe, bajamet me pika qelbi, ajo që pa e vurin merak. Me shumë mundime përpjekje arriti t'i merrte pak jark nga gurmazi i përskuqur dhe nga bajamet e qelbzuara. Në shtëpi kishin mikroskop. Yuri Andrejeviçi e pa vetë, sa sfluturoi nga gëzimi se vuri re që nuk ishte difteric. Natën e tretë, Sashenka u përkeqësua. I humbi ndjenjat gjatë krizës që kaloi. Digje i zjarr me zi merrte frym. Yuri Andrejeviçi e shihte me zemër të coptuar. Nuk po dinte ç'duhej i bërë për t'ja lehtësuar vujtjen të birit. Antonina Aleksandrovnës i dukej se i biri po vdiste. E morën përpara duarve e përkundër një copë herë gjatë. Kjo sikur e qetësoi pak. Duhej gjetur qumësht, ujë mineral dhe sopë për të bërë gërgare. Po ku dilej? Në rrugë bëhej luftë. Dëgjoheshin të shtona topash. Edhe sikur të kuturiste dilte duke rrezikuar jetën, ishte pa dobi. Në rrugë nuk kishte këmbë njeriu, dyqanet ishin të gjitha të mbyllura. Do të kthehej duar bosh. Duhej pritur derisa të qetësohej sadopak gjendje. U bë qartë se pushtetin e morën në duar punëtorët. Vetëm njësi të veçanta Junkerësh vazhdonin zjarrin. Ishin të shkëputur nga njëri tjetri. I kishin humbur lidhjet me komandën qendrore. Vendi ku ndodhej shtëpia kontrollohej nga njësi ushtarësh të kthyer nga fronti i luftës me gjermanët dhe nga punëtorë të rinj mosh, mbroheshin në llogorin e hapur jo larg që aty. Arritën të njihen me banorët e shtëpive rreth rrotull, këmbenin edhe ndonjë shaka kur i shihnin si hapnin portat edhe dilnin në rrugë. Lëvizja në këtë pjesë të qytetit vazhdonte të mbetej e paralizuar. Gordoni dhe Nikolaj Nikolajeviçi u detyruan të qëndronin 3 ditë net në shtëpinë e Zhivagos. Yuri Andrejeviçi e gëzoi kjo bujtje e detyruar e mysafirëve të shtrenjtë, sidomos në ato çaste të vështira, kur Sashenka ndihej aq keq. Në shenjë falënderimi për mikpritjen bujare të zotëve të shtëpisë, mysafirët, për t'u larguar sadopak mendjen nga fatkeqësia me djalin, i mbajtën me biseda që nuk kishin të mbaruar. Bisedat tërkuese lodhen Yuri Andrejeviçin, ja bukosën trut aq shumë, saqë kur shpëtoi nga ajo marr ujë me shosh dhe e hedh në kosh e këtyre 3 ditënetve, e ndjeu veten vërtet të çliruar. 8. U gëzuan që u kthyen shëndoshë mirë në shtëpitë e tyre, Nikolaj Nikolajeviçi dhe Gordoni, por mësuan se luftimet që po shuheshin ishin të parakohshme. Vende luftimet vazhdonin, në shumë zona kishte ndalim qarkullimi. Doktori nuk shkonte dot në spital, kjo e mërziste, aq më tepër që në sirtarin e Tryezës ku punonte, ruhej ditari me shënimet që mbante. Vetëm lagje brenda për brenda dilnin për nevoja të ngutshme, blinin bukë. Kur shihnin ndonjë shishe me qumësht në dorë, e pyesin ku kish marrë dhe shkonin atje me vrap. Her pas here të shtënat përhapeshin në mbar qytetin, atëherë shpejtonin të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Mendoi se bashkëbisedimi ndërmjet palëve vazhdonte, por në shtëpi kishin arritur askush se dinte. Shkonin me shpresën se ky do të ishte përcaktuesi i zhvillimit të mëtejshëm të ngjarjeve. Në mesin e muajit nëntor, rreth orës 10, Yuri Andrejeviçi doli në rrugë. Eci me hap të shpejt, pa ndonjë nevojë, vetëm sa të shkrifej pak. U nis t'i bënte një vizitë kolegut që banonte aty afër. Vendet që shquheshin gjithmonë për gjallëri ishin të heshtur, thuajse nuk takoi asnjë kalimtar. E shpejtoi edhe me hapin.
Binë të dëbore imët e rrallë, fyrin të ere fort, në sytë e Juri Andrejeviçit, ngjasonte me tufanet e borë që kishte parë. Mori njërën kthes pas tjetrës e humbi numrin e kthesave të bëra. Dëbora nisi të bjerë me flokë të dëndur. Tufani i rëmbente i vërtiste si i çmendur, duke formuar mbetashtiellat fuqishme marramense. Ky i këtushmi i kujtoi tufanin fusht hapur, ku era i përplas pas togesh të llungat e borës, ndërsa në qytet ende nëpër rrugina sokak nëpër oborre e gërdhishte si të kishte humbur rrugën. Diçka e tillë po ngjiste edhe në botën mendore fizike të njerëzve, afër e larg, në tokë e në ajër. Diku në thellësisë në ndonjë ishull të veçuar, ndiheshin oshtimat të shtënave të fundit të qendresës së tyre. Diku në horizont, si pluska të mëdha, ngriheshin lart dhe aty pëlqisnin, duke krijuar ndriçime vegimtare të remta dhe të timazjarësh. Unaza vigane dhe hinkat të mëdha i merrte me vete tufani, i spërdridhte i shkalafiste, duke shtyrë përpara, ndërsa këtu, te këmbët e Juri Andrejeviçit, pas mureve të ndërtesës, tufani rrotullonte dhe përplaste fjollat pa numër të flokësh dëbore, që vërtiteshin të shrekullta e t'i merrnin mend. Në udhkryqin pranë nga pushtjellimi që e kishte pllakosur, e nxori zëri i Gazeta Shitësit. Lajmet e fundit. Nën sjetull shtrëngonte një vantaky të vogël me gazeta. Kusurin mbaje, i tha doktori. Djali mezive çoi me duart e ngrirë njërën gazetë nga dëmu i puthitur mirë nën sjetull, edhe humbi në tufan pa aq shpejt dhe befasishëm siç ishte dukur. Doktori ju afrua fenerit të rrugës për t'i hedhur një sy, qoftë edhe shkarazi. Numri special që mbante ndërduar i shtypur vetëm në njërën anë, hape me kryeartikullin Deklaratë qeveritare nga Petersburgu, ku njoftoi krimi i Këshillit të Komisarëve të Popullit, përmes të cilit në Rusi shpallej pushteti i sovjetëve, vendosej diktatura e proletariatit. Më poshtë botoheshin dekretet e para të pushtetit të ri, kishte njoftime të marra me telegram e me telefon. Tufani po i qorronte syt. Rreshtët e gazetës i mbulonte me kokorzatim të dëbore, që fshpërinte dhe lëvrinte shqetësuar, por nuk ishte tufani ai që e pengonte të lexonte. E mahniti matështia dhe përjetësia minutës, e shumëlloi deri në shushatje sa nuk mund ta merrte veten në dorë. Për ta përfunduar leximin e njoftimeve, kërkoi me sy ndonjë vend të ndriçuar më mirë dhe të mbrojtur nga tufani i dëborës. U gjen në kryqëzimin në Gurzi, ku i ndodhnin të papritura nga më të çuditshmet. Ju afrua hyrje së një ndërtese peskatëshe, të ndriçuar mirë nga llampa e madhe që varej mbi portë. U shtruk në atë vend të mbrojtur nga era, u zhyt në leximin e telegrameve dhe të njoftimeve të dhëna në telefon. Në përshkallë u dëgjuan hapa. Dikush zbriste duke bërë ndalesa të shumta, duke i pavendosur. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Personi që zbriste ndroi mendje. U kthye andaj nga kishte ardhur, i ngjiti shkallët me hapa të shpejt. U dëgjua kërkollima një dere, mbytërazi, këmbuan zëra, aq shumë të shurdhuar sa që nuk dëgjoheshin ishin zëra grash apo burrash. Pas kësaj dera u përplas. Personi që u kthye tani po i zbriste shkallët me hapa të shpejt, i vendosur. Juri Andrejeviçi e përpinte me sytë e shqyrë çdo njoftim të gazetës. As që i shkonte në mendje të hiqte syt nga gazeta për të parë atë që hapi portën, po ja që ky ndali vet, Juri Andrejeviçi ngriti kokën e pa. Përpara tij qëndronte një 18 vjeçar me qyrk të trashë dhe gëzov dreri, të veshur brenda jashtë siç bëjnë siberianët, edhe me kokore po prej atij gëzofi. Ishte zeshkan me sy të ngushtë kirgiziani. Fytyra i shprehte aristokratizëm. Në të pikaste një tharmi holl, diçka e veçantë, duke qenë jo të këtushme, ishin si të sjella për së largu. Kishte diçka që bie aq shumë në sytë e njerëzit me gjak të përzierë. Ai po e shihte i votuar, qëndroi në mendyshje. E dinte kush ishte doktori, po ja që nuk vendosi t'i fliste. Për t'i dhënë fund moskuptimit, Juri Andrejeviçi e peshoi djaloshin me shikim të vrenjtur të soditësit ftohtë, që vret çdo dëshirë afrimi, lëre pastaj familjarizimi. Djali u turbullua edhe më, edhe pa i thënë asnjë fjalë u largua. Si bëri disa hapa, e ktheu përsëri kokën, pastaj u zhduk. Pas 10 minutash në pa drejtim shkoi dhe Juri Andrejeviçi. Kishte harruar për djalin dhe për kolegun, e ndjente veten të mbushur me ç'kishte lexuar dhe u kthye në shtëpi. Ndodhej fare pranë portës së vet, ecte mbështjell mirë, i zhytur në mendime, me ndjenja të tallazitura. Pak përpara se të mrinte te porta e shtëpisë, në atë errësirë tufani sas u përplas se surrëzua me një grumull dërrasash dhe trunjesh, të hedhur në trotuar, por që zbrisnin deri në mes të rrugës. Ishin përpara një institucioni që i kishin sjellë për ngrohje.
dukeshin me turina të një shtëpie drurit të rënuar. Obori nuk i kishin zënë, i kishin hedhur edhe në trotuar. I ruan të një roje me pushk, që rinte brenda në obor, dhe vetëm her pas herë nxirrte kokën të shite edhe ato që ishin në trotuar. Jure Ndreviçi, pa e menduar gjatë, gjeti çastin e volitshëm kur roja ishte në obor, edhe tufane që frynte si i turbuar rrotulloonte në atë vend rreth të dendur të boret imt. Ju afrua pirgu të drasave në atë anë ku nuk binte drita fenerit elektrik, edhe me një shkulje të lehtë të pandjeshme çliroi një goxha trumë të madh. E tërhoqi me mundim, e hodhi në krah, por nuk e ndieu peshën, se nevoja t'i lehtëson peshat dhe punët, dhe ashtu vjedhurasi në porrëzet e mureve, në hijen e tyre e çoi në shtëpi. I doli përpara si me porosia i pirë drush. Në shtëpi u kishin mbetur 2 a 3 kopaqe të fundit. E çau dhe e prau me sharr, u mor vet me ndezjen e sobës, heshturasi, shihte nga dera e saj e hapur zjarrin bubulak, aq gëzim diellës, balsam shpirti në atë mot të thellimt. Aleksandr Aleksandroviçi afroi koltukun, fërkoi duart i kënaqur që mund të merrte pak zjarr. Juri Andrejeviç nxorri nga xhepi i xhaketës gazetën dhe ja zgjati vjehrit duke i thënë: "E morët vesh ç'ndodhi? Lexojeni." Pa u quar, ashtu gadiç përpara drejtshës së sobës, duke rëmuar prushin me mash. Doktori si të fliste me vete tha: "Kirurgji e mahnitshme, me një të rënë bisturie, në mënyrë artistike u operuan plagët e vjetra që qelbnin 2 orë larg. Operacion i thjesht, pas një komplikacion. Dënim me vdekje për padrejtësinë shekullore. Mësuar t'i përulën, t'i bëjnë të mena, t'i fërkojnë krahët, t'i bien gjunjë, në mënyrën aq të thjesht, pa pikën e frikës dhe drojës, pa ngurimin më të vogël, siç u krye, ka diçka kombëtare të përzemërt për secilin nga ne, të afërt, të njohur prej kohësh. Ka diçka nga drita pushkiniane, nga besnikëria tolstojane ndaj faktit, të mbetura proverbiale. Pushkini nxori në dorë, prit pak sa ta mbaroj leximin, se njeriu nuk flet dot kur është duke lexuar, po as për dëgjuar nuk dëgjon dot si duhet, ja ndërpreu dhëndrit atë ligjerin të brendshëm Aleksandr Aleksandroviçi, që gabimisht monologën që e pandeu për dialog, ju duk si ju drejtua atij, pavarësisht se u bërnën hund me mërmërim. Kryesore mbetet që është diçka gjeniale, sikur t'ia ngarkonin dikujt krijimin e botës së re, zanafillën në një epokë të re të njerëzimit, ky patjetër do të kishte nevojë më përpara t'ia pastronin terrenin. Do të priste që në fillim të merrnin fund shekujt e vjetër, pastaj të përvishej punës për të ngritur terren, se për këtë do t'i duhej një datë rrumbullake, një rreshtiri, një faqe pa shkruar. Kurse ndërneja se ç'ndodhi, e pa parë dhe e pa dëgjuar ndonjëherë, çudi e historisë është. Ndryshe s'ke si e quan. Operacioni pa dëgjuar është. U bë pa pikën e ngurrimit, u krye në trupin e rëndomësisë, që vazhdon të vazhdoj të jetojë. U bë pa e qarë kokën për hapin e fortës së përditshmes. U fillua jo nga fillimi, por nga mesi. U bë pa caktuar paraprakisht afate. U krye kur e përditshme i doli përpara në rrjedhën e zakonshme të jetës. Jeç është më gjenialja këtu. Kështu, as në kohën e duhur dhe as në vendin e duhur mund të kryhet vetëm më e madhërishmja. 9. Dimri erdhi ashtu siç parashikoi të vinte. Nuk të tremte me tufanet dhe acarin, me ngricat dhe dëborën, të tremte me dukuritë që e shoqëronin dhe që ishin të një gjenie me të, errësirën, urinë, mërdhitjen, por dhe me rrjedhojet që vinin nga thyrja e normave të jetës së zakonshme, nga ribërja e themeleve të ekzistencës, të mbushura me sforcime njerëzore për ta mbajtur fort jetën që rrëshiste. Dimër të tmerrshëm radhitën njëri pas tjetrit, 3 të tillë. Ajo që na duket se ndodhi në 17-ën a 18-ën, nuk ndodhi vetëm atëherë, por edhe më pas. Dimrat e këtyre viteve u shkrinë në një të vetëm, ata zor t'i dallosh nga njëri tjetri. Jeta e vjetër dhe rendi i ri nuk përkonin. Ndonjë armiqësi të shfaqur nuk kishte, siç ranë sy pas një viti në kohën e luftës civile. Por edhe ngjizje nuk kishte. Ishin 2 përbërës që qëndronin pavarësisht nga njëri tjetri, qëndronin përballë njëri tjetrit. As e mbulonin edhe aq më tepër nuk e përfshinin, nuk e gllabronin njëri tjetrin. U rizjodhen organet e pushtetit vendor, ndryshoi përbërja e institucioneve drejtuese. Në krye të punëve qëndronin komisarët me fuqi të pakufizuar, këto njerëz vullnet thekur, të veshur me xhupa zin lëkure, të pajisur me plot fuqishmëri të llahtarshme, me nagantin në brez, që ruheshin në të rrallë, por dhe më rrallë flinin. E njihnin mirë thelbin e mikroborgjezisë, të nëpunësisë, të filistinisë varanike e servile.
pa pikën e mshirës, me skërmitjen mefistofeliane në fytyrë, luanin me to siç luajnë me hajdutin e kapur me presh në duar. Ishin komisarët ata që e trazonin dhe rregullinin gjithçka. Vepronin në përputhje me programin e paracaktuar, shpallnin dhe kujdeseshin që të realizoheshin në jetë nisma njëra më kuturitëse se tjetra. I kthenin në realitet direktivat, bëheshin bolshevik. Në spitalin ku punonte doktor Zhivagu ndodhen ndryshime. Një pjesë e personelit mjekësor u pushua nga puna. Shumica dha tërheqjen. E bën me pretekstin se nuk u interesonte shërbimin kushtet që ofroheshin. Ishin mjek me klientel të gjerë, të përkthjelurit e shoqërisë së lartë, mjek fjalë shumë dhe reklamaxhin, tipa të shkatë me forcë të ditur. Largimin me synime karrieriste veshen me petkun e qytetarisë. Të mbeturit në krye të detyrës i shihnin me përçmim thuajse i bojkotuan. Ndër të mbeturit në spital dhe të përbuzurit nga kolegët Fuck, bënte pjesë dhe doktor Zhivago. Mbrëmjeve mes tij dhe të shoqes bëheshin biseda si këto. Të prokurën mos harro të dukesh në depon e shoqërisë së mjekëve për të marrë 2 thas me patate të ngrira. Do të pyes dhe do ta them me saktësi orën. Do të vijë dhe do të ndihmoj. Të dy do t'i sjellin me slit dore. Mirë, deri të mërkurën ka kohë, bire fli Juroçka. U bë vonë. Po pse mbarohen punët e shtetit? Mendo dhe për veten, duhet pushosh më shumë. Epidemia bën kordin, të pangrënët e ka ulur rezistencën e organizmave. Ti dhe bajs shiheni dot me sy. Duhet bërë diçka po çfarë e cegjeje. Nuk po kursejmë sa duhet. Na duhet ta mbledhim edhe më dorën. Dëgjoj, nuk po fle? Jo. Për veten nuk kam frikë, jam kockë fort, po në më vënë përfund smundja, mos më mban në shtëpi, më shtro me njërë në spital. Si ti nxoj goja këto fjalë Juroçka? E pse I duhet njëll vete se keqja? Mbajem me mirë këtë që po të them. Nuk ka më as të ndershëm dhe as miq, aq më pak që gjen njerëz të ditur. Në më ndodh gjë, zëri bez vetëm piqushkinit, kolegut tim të spitalit, në metk në këmbë dhe ai. Nuk po fle? Jo. Ata të mallkuar e larguan nga spitali për të futur në xhep në një lek më shumë, kurse kanë mbushur botën duke thënë se e larguan të shtyr nga motive qytetare. Kur të takojnë, as dorën nuk begënisin të ta japin. Tek ata vazhdoni të shërbeni? Dhe fët u japin përpjet supeve. Tek ata u them. Ju lutem lërën e mjanë mërin, me mangësi të rritjes kërnohem, kurse njerëzit që na bëjnë nder duke na vënë provë I respektoj. 10. Shumica kishte kohë që ushqej me bullgur meli të zier, pa yndyr, me supë prej koka harengash të kripura. Trupi I peshkut përdori si gjillë e dytë. Përdornin edhe të shërë të zhveshur nga lëvozhga, bullgur gruri, I zihenin dhe I hanin pa mishe pa yndyr. Profesorisha e njohur e mësoi Antonina Aleksandrovnën të bënte bukë vale, të piqte bukë me saç. I tha se po ta mësonte si duhej mund edhe të shiste. Fitimi ishte jo I vogël. Puna ishte të mblidhnin para për të blerë një sopë të madhe, ku mund të gatuhej dhe të piqej si në furr, dhe më kryesori akoma të mos nxirrte tym. Antonina Aleksandrova ja mori dorën gatimit dhe bukës, por tregtimi I asaj që gatuante nuk I eci. U detyrua të hiqte dorë nga ëndra për të blerë sopën e madhe. Në mëngjes, si zakonisht, Yuri Andrejeviçi doli për në punë. Iku me mendje të ngritur, u qenë mbaruar drut. Antonina Aleksandrovna veshi peliçen që se ngrohte nga që ishte dobësuar shumë. Doli mos fillonte me fat, e gjente dru. U sorollat me gjysmore në rruginat në afërsi të shtëpisë, ku ndonjëherë dukeshin fshatarë dhe shisnin çdo që kishin. Duheshin gjuajtur se I ndalonin. Mundi të binte në gjurmët e një shit si drush. Ishte një fshatar trup madh që pranoi. Tërhiqti një slit të mbuluar me mushama. U fute në një obor shtëpie, ja tregoi mallin. Ishin drut holla, që Antonina Aleksandrovnës I kujtuan gardhet e vilave ku veronin. Vërtet që ishin dru me shtekne, po shkarpurina që s'mbanin zjarr, dukeshin edhe të njoma, rrezik të mos niseshin fare. Për të njohur e njoh me çmall kishte bënte, por u detyrua, se bëri gjatë dhe pranoi. Fshatari me 5-6 rrugë që bëri, I ngriti drut lart. Si këmbim mori në rrugën e fundit një komodinë goxha të madhe me pasqyrë tualete që qëndronte prapaderës. Yuri Andrejeviçi, kur I pa atë dru, nuk I tha së shoqjes as edhe një gjysmë fjalë qortimi, por po ta kishin bërë dru atë komodinë me pasqyrë, me siguri do të nxirrnin më shumë dru, edhe do të ndiseshin menjëherë. Tër puna ishte se të dyve nuk u bënte zemra ta shkatronin plaçkën e shtëpisë. E lexove letrën që të lash në tryezë? E pyeti shoqja.
Nga drejtoresha e spitalit? Ma thanë, e di. Duhet të vizitoj një çmur që ma rekomandon ajo. Do të vete patjetër. Sa të pushoj pak dhe do të nisem, është larg, e kam adresën. Pagesa që të ofrojnë të çudit. E pe? Lexoje atë letër. Një shishe konjaku gjerman me 2 palë çorape grash. Me se merren. Cilë tjenë? S'me pëlqen tone me cilën flasin ca të tillë. Ma trapas duhet tjenë. Po, qertegjinj duhet tjenë. Me këtë emër qertegjinj filluan të quheshin përmbledhta zgjidhfar tregtarësh që shisnin voglima dhe cingrima, për të cilët u detyruan të bënin lëshime pas ndalimit të tregtisë private për plotësimin e nevojave të ngutshme të popullsisë. Pronarët të mëdhenj dhe tregtarët e mëdhenj morën të tillë goditje që nuk e mblodhen dot më veten, nuk bënin pjesë në kategorinë e qertegjinjve. Si piu një gotë qumbësh të hulluar me ujë dhe të sheqerosur me zaharin, doktori u nis për tek e sumura. Trotuarët dhe xhadeja dukeshin si të varrosur në dëborën e thellë, lëre pastaj oborret. Vënë dëbora vinte deri te dritaret e kateve të para. Në rrugët e heshtura lëvrinin njerëz të heshtur që ngjanin gjysmë gjallë, mbanin në korris apo të rishin slitadore thas me artikuj ushqimor, të gjetur, një zot e dinte se me sa mundim. Karroca e pajtone nuk xinin syt. Në ballet e disa shtëpive aty këtu vazhdonin të ruheshin tabelat e dikurshme, por dyqanet o kishin ndryshuar shërbimin o ishin mbyllur, se dritaret i kishin zona me hekura apo me terrasa, brenda ishin bosh. Edhe ishin mbyllur e bosh jo nga që nuk kishte mall, por nga që ndodhte rishikimi dhe rindërtimi i jetës në gjithë aspektet e saj, përfshi këtu edhe tregtinë. Deri më tani, riorganizimi ende nuk i kishte kapur tregtarët e vegjël, qertegjinjt, por ishte gati të fillonte. 11. Shtëpia e të sëmurës ndodhej në fundin e rrugës Bretskaja. Ishte një ndërtesë tip gazerme, e ndërtuar me tulla, me obor brenda, me shtesa druri anash. Banorët i gjetin në mbledhjen me kryetarin e Sovjetit të rajonit. Befas kishin ardhur nga Komisioni Ushtrak për verifikimin e lejeve të armëmbajtjes. Atyre që s'kishin leje u e merrnin armën. I thanë kryetares së Sovjetit mos largohej, mbarunin shpejt punë dhe mund vazhdonte e qetë mbledhjen. Kur mriti doktori, kontrolli ishte nga fundi. I doli përpara ushtari roje, as që donte të dëgjonte për arsyen që e kishte sjellë në atë shtëpi. Oficeri pranoi të vizitojë më parë sëmura e pastaj të vazhdonte kontrollin. Juri Andrejeviçin e shoqëroi për në apartamentin e vet kryefamiljari, një djalë i sjellshëm, zeshkan, me sy të zinj me shikim melankolik. Duke i trunditur nga smundja së shoqes, nga kontrolli i beft, por më shumë nga respekti i jashtëzakonshëm që kishte për mjekësinë dhe për ata që e përfaqësonin. Për të mos u bërë pengesë, për t'ia kursyer doktorit kohën e çmuar, foli me nxitim. U ndal në më të domosdoshmën, por pikërisht nga kjo, fjala i doli e zgjatur dhe konfuze. Doktori i ranë në sy plaçka e tepër që e mbushte atë apartament. Shumë vlojshmëria e saj, kishte orëndije këtë ditë lirë, duke që ishte plaçke vlerë për të bërë para përves mallit, përmes pasurisë së qëndrueshme. I zoti i shtëpisë tha se shoqja vuante nga tronditja nervore. Kishte krizën e vrastënie, ishte të rëmbur. Duke u futur në shpjegime anësore që nuk hynin kujt në punë, tregoi se ja kishin shitur lirë një orë të madhe muri me muzikë, po ja që i doli e prishur. E kishte blerë si central që ishte, e çoi doktorin dhomën tjetër ta shihte. I tha se dyshonte në mund të riparoj, i tregoi për çudinë, kur e kishte kurdisur në praninë së shoqes, ora kishte punuar. Ishin dëgjuar të ringdhima zilkash që formonin melodi muzikore, por pas pak përsëri kishin ngecur. E shoqja që të merruar nga kjo që ndodhi, ju duk se ra ora e saj e fundit. U bë keq, i rat fikët. Mendonte se janë kriza nevrastenie? E pyeti Juri Andrejeviçi me zë dyshues. Ta shohim. Në janë të dhomës ishte një krevat dopjo. Te koka ishin 2 komodina prej drurit kuq. Në tavan varej një abazhur porcelani. Në anë të krevatit mbuluar me organ deri në hund, rinte e shtrirë së mura. Një grua trup vogël me sy të zinj të mëdhenj. Kur pa të shoqin me doktorin, nxori krahun dhe i bëri shenjë që të mos afroheshin. Nga e gjeri këmishnatës i rëshqiti poshtë, ju zbulua lëra të polake. Pas pak, ja mori këngës me zët ullët, të ngjirur, që shprehte ndjenjë, e përmalluar nga jo këngu për latë, rufiti hundët siç bëjnë fëmijët dhe kërkoi ta shonin në shtëpi.
Juri Andrejevic u përpoq sa binte të smurën ta vizitonte, po ajo nuk pranoi. I ktheu shpinën dhe as që donte të dëgjonte. Duhet vizituar, në përdhënbi Juri Andrejevici, sidoqoftë është e qartë, ka tifun e morret. Gjendja është e rëndë, e gjora grua, vuan shumë. Do të bënit mirë ta shtronit në spital. Nuk është puna e komoditetit që mund t'i krijoni. Ka nevojë për mbikëqyrje mjekësore të përhershme. A mund të siguroni ndonjë pajton për ta çuar deri në spital? Të vishet mirë, të jetë ngrohtë dhe të shtrohet menjëherë. Po e mbush fletën e shtrimit. Mundem, si s'mundem, do të bëj çmos, po prisni pak. Vërtet ke tifo? Çfarë të merri? Për fat keq. Kam frikë mos përkeqësohet spital, po si kur të kurohet këtu? A nuk kurohet dot në shtëpi? Kini mirësinë ta merrni ju përsipër këtë punë, ta vizitoni shpesh e më shpesh. Jam gati t'ju shpërbrej sa të kërkoni. Ju thash, ka nevojë për mbikëqyrje mjekësore të përhershme. Shtrimi është varianti më i mirë. Shkoni dhe gjeni një pajton nga dhe unë nxirreni, po bëj gati fletën e shtrimit. Duhet firmosur dhe vulosur në zyrat e Sovjetit. Ka dhe disa formalitete tjera. 12. Si mbaroi kontrollet të pyeturit, banorët e shtëpisë që më parë kishte qenë depo vezësh, kurse tani ishte banese komunales, e lëshuar me qera, u kthyen njëri pas tjetrit në mbledhjen me kryetarin e këshillit të rajonit. Në njërin skaj të korridorit gjatë kishin vënë një tryezë dhe disa karrige, krejt pa mjaftueshme për aq njerëz sa do të mblidheshin. Prandaj përgjatë mureve ishin rreshtuar stola, ndojza, arka vezësh të kthyer përmbys. Një mal me kësi arkash ngriej deri në tavan skajin tjetër të korridorit. Aty kishte edhe pirgje me lëvozhga vezësh të thyera. Bardhaverdha e vezëve ishte derdhur dhe tharë me kalimin e kohës. Lëvozhgat formonin shukat pandashme, ku glonin mint, që lëshoheshin me vrull në përpllakat për qimenteve të korridorit dhe të trembur fshiheshin prap. Një banore trashaluqe, faqe plosk, gjoks madhe dhe barkfryrë, te kishite ulur në njërin nga arkat e përmbysura, ngrinte lart si koket fundin e paltos me gishtat e lyer, pastaj përplaste pas dyshëmes këpucët me takat larta me qafat gjata të modës, dhe me zot shtirë si i dehur, duke vullastuar thriste. Olka, Olka, si shemoj si bredhin, tutje të mallkuar. Mi nguli syt dhe s'do të largohet, si kupton që po i hakrehen. Shemoj si lëvizësi ndërkryer. Ja, hipi në ark, shije si po ecën. Mos vjen këtu dhe na futet nën fustani në amori. Sa frikë që i kam mint. Mos shihni këtej nga ne zotërin burra. Më falni se harrova, s'ka më zotërin burra, tani ka vetëm shok qytetar. Trashaluqja kishte veshur palto dimri prej stofit mirë, me jak zofit shtrenjtë. Mjakën golf të trikos, i prej gusha me tripala që i përkundej sa herë që fliste dhe tunte kokën. I dilte përpara gjoksi i madh i fryrë dhe barku i rrumbullt që shkon me gratë e majmura si ajo. Duket se një herë një vakt duhet kishte qenë luanesh, pas së cilës linin kokën luanët, tregtarët e kategorisë së tretë. Kapakët e fryrë të djamosur me zorja zbulonin shtegun me zi të dukshëm të syve. Shenja në faqen e majtë që zbriste deri në qipin e buzës, tregonte se kohë më parë në të ri, ndonjë nga rivalet duhet i kishte hedhur acid për t'ia shumtuar fytyrën, por fati i kishte ruajtur, i kishin rënë vetëm disa pika. Vraga me zi dukej, madje i jepte njësi vesk e origjinalitet. Mos u lëri moj, bërtiti gruaja ulur në tryezë, kryetaria e Sovjetit rajonet. Kryetarin banorët e njihnin mirë, edhe ajo i njihte. Përpara fillimit të mbledhjes, çuçuriti me Teto Fatimen, pastruesen e shtëpisë, të shoqen e fshesa gjutë të stacionit trenit që dikur banonte në një bodrum të fllihur bashkë me burrin dhe fëmijët, kurse tani kishin dhënë 2 dhomat me diell më të mirë në katin e dytë. Banonte vetëm me vajzën. "Ha moj Fatima, si ke punët?" e pyeti kryetaria. Fatima ju ankua se e vetme s'po ja dilte dot ta pastronte si duhej gjithë këtë shtëpi, me aq shumë banor, aq më tepër që bënin jetë të çrregullt rrëmuj. Mos ki keq Fatima, do t'ju tregojmë qefin. Do t'ju vëmë të dyja këmbët në një këpucë. E dim, në përkëmb i kemi, si ato ferrat. E dim, element kriminal janë. Strehojnë dhomat e tyre dhe njerëz dyshimt, që nuk dihet kush janë. Do t'ju japim një që s'do ta marrin dot më veten. Nuk u jep të punëve do vëmë sa si ti. Pastruesja ju lut që të mos e bënte atë gabim, por kryetaria as që deshi të dëgjonte. I hodhi një shikim vendit, pasi ishin mbledhur ato që duhet të mblidheshin, provoi të vendoste rregull, t'i bënte të heshnin,
E hapi mbledhjen dhe u foli shkurt. Tha se komiteti më parshëm asgjë nuk ishte bërë për ruajtjen e rregullit dhe të pastërtisë. U propozoi të zgjidhnin një komitet të ri. Pas saj, ashtu në rrugës si I përshtoi. Kështu more shok, jel që desha t'ju them. Ndërthesën e keni të madhe, të përshtatshme për banim. Po ja që na vinë shpesh delegat, nuk dim ku t'i futim. Ka një vendim, shtëpia të merret në përdorim të Sovjetit të rajonit. Ti vjet emri shokut Tiverzin, që ka banuar në këtë vend përpara internimit. Të gjithë e dini, të gjithë e njihni kush është. Ka ndonjë kundër? Tani lidhur me boshatisjen e shtëpisë, nuk kërkohet bëhet më njëherë, do ju lojmë një vit kohë për të strehuar gjatë ju. Punëtorët do të largohen kur të marrin strehim të ri nga ne, të papunët, ja ku po I paralajmëroj, do I gjejnë vetë strehim, kanë kohë për të kërkuar. E kush na qenë nga këto jo punëtorë, të ne s'ka të tillë, të gjithë punëtorë jemi. Thirrën nga të katër anët daq fort, sa mend u përcisnin kordat zanore. Kjo që thua mban erë shovinizëm shtetëror. Tani jemi të gjithë barabartë, e dim ne ku e hidhni fjalën. Flisni me radhë, kushtu s'ke kujt I japësh përgjigje më parë. E që shovinizëm nga qenë ka ky sipas jush? Ju ku do ne dini me këtë që thoni qytetari Voldyrkin? Ja, kjo dama që është këtu, jo punëtore është. Vetë do të kujdeset gjej strehim. Provoje më hiq. Do ta shohim si do më heqësh. Koka jote do të më heq ka mua. Ulëritje e ndezur nga zëmrimi, e kuqe flak nga nervozizmi, gruaja trashaluqe e mbuluar nga dhjami. Çfarë në perkë, ë? Çfarë shejtanke? Se mos ke turp ti, nuk la pa ja kthyer pastruese Fatima. Mos u përgjeti Fatima, di unë si I përgjigjem kësaj. Mbyllë gojen dhe mos fol, të njoh kush je. Je nga ato që kur u japin gishtin të rrëmbejnë krahun. O mbylle, o urdhrova të merren organet e policisë. Din ata si ta zbulojnë pastaj edhe kantinën e vodkës, edhe dhomën e prostitucionit. Zhurma, britmat, poterja arritën kulmin. S'polinin të fliste njëri. Në këtë kohë, në korridorin e depos banes hyri doktor Zhivago. Kërkoi të dilte nga mbledhja vetëm për një minutë një antar I komitetit banesës. Ai të cilët ju drejtua I bëri me pllomburie dhe I thirri me sa I han të zëri duke ndarë emrin rroke. Galjulina, eja këtu, të kërkojnë. Doktori nuk publisonte veshve. Ju afrua një grua Fatime, pak e krusur. E shoqja e fshisa gjuhë të stacionit të trenit. Doktori mbeti ku I hapur nga gjashmëria nënës me të birin. Nuk ju zbulua me njëherë, vetëm I tha, në shtëpinë tuaj është smuar me tifo një banore, ja përmendi emrin. Duhen marrë masat e duhura që infeksionit mos përhapet. Të sëmurën do ta shtrojmë në spital. Duhet firmosur fleta e shtrimit, kush do ta bëj? Gruaja pëndeu se po I kërkonte mjet për ta çuar të sëmurën deri në spital. Nuk e kuptoi se vetëm do I firmosur fleta e shtrimit siç e kërkonte rregulli. Vjen tani një slit, do ta marr shoqen Demina. Është shpirt mirë ajo. Do t'i them ta hipin atë slit të sëmurën. Nuk ju kërkova këtë. Ju thash vetëm kush do ta firmoste fletën e shtrimit, por në u bëv gjë me slitën aq më mirë. Të më falni, mos jeni gjë e ema rreshter Galjulinit, kemi qenë bashkë në front. Pastruesja u drodh nga e papritura. U zverdh. Lëshoi fuqi prerë krahët. E kapi doktorin nga manga dhe I tha, dalim jashtë, flasim në borë. Me të kapërcyer pragun e portës, foli shpejt me buzët që I dridheshin. Uleni zërin, po na dëgjuan mora fund. Mos më merrni në qafë. Jusupka mori rrugë të keqe, se ja gjyku vetë. Kush ishte Jusupka? Nxënës oficine, ishte qera ke sapi. Duhet të vërë gishti kokës se njerëzit e thjesht tani u bën më të mirë. Dhe qorri që është qorreshe, e që do llafet. Nuk e di se si ti dhe mundesh, po Jusupka gjëna, s'ja fali madhi Zot. I ati I la kockat në luftë, asgjë nuk mbeti prej tij. Dukej që nuk ishte në gjendje të fliste më gjatë. Tundi krahun, priti sa titulate I t'i kalonte sado pak tronditja e madhe, dhe pas pushimit shkutër vijoi. Shkojmë, ta bëjmë gati slitën ty. E di kush je ti. Ishte ai këtu, ndonjë 2 ditë, më tregoi. Më tha se e njihje Lara Gisharovën. Vajzë deli vajzash. Vinte te ne, më kujtohet. Ç'bëhet tani me te? Një Zot e di. Po pse, a është e mundur që zotërinjtë të ngrihen kundër zotërinjve, kurse Jusupkës si falet? Shkoj me marrim slitën. Do na lejoj shoqja Demina ta hipim të smurën. E di kush është zonja Demina? Olja Demina është ajo që punonte në rrobaqepsinë e nënës së Lara Gisharovës. Ja kush është.
Nga ky vend është ajo? Shkoj. 13. Errësirë. Duke i vetëm rreth i dritës që lëshonte elektriku i dorës i Deminës 5 hapa përpara. Kërcente nga një grumull dëborën tjetër, më shumë të hutonte se ndryshonte rrugën. Përreth ishte terr. Shtëpia kishte mbetur prapa. Atë, Larën, aty e njihnin të gjithë. E mbanin vend vogël. Aty po aq i vogël u rrit dhe u edukua burri sa i arshëm Antipovi. Demina foli me dashamirësi dhe me të qeshur. E po, tani ecni vetë, ju dhe pa fenerin tim e gjeni rrugën. Në e doni mund t'ju jap shoku doktor. Atëherë, unë atë e kam dashur shumë. Isha e vogël, kishin rroba qepsi, punoja nxënëse. S'ka shumë që u takuam, e solli rrugën Moskë. I them, po për ku do vesh më e shkret, rri këtu. Do t'jetonim bashkë, do t'gjendej ndonjë punë. S'më dëgjoi, nuk deshi. Punë e saj. Me pashin u martua, sa ashtu rodhën ngjarjet, i duhej martesa. Po e bëri pa zemër. Ndaj edhe dukej ashtu e fandakshër. Iku. Ju për të çmendim keni. Kujdes pas e ngrirë akull. Sa herë u kam thënë të mos e derdhin ujin e përdorur për t'larë përpara portës, sikur flet me murin. Çmendim kam? S'kam ndonjë mendim. Ku ke kohë të mendosh? Ja, këtu banoj. Nuk i tregova, për të vëllain, ushtarak ishte e pushkatuan. Kurse të ëmën, për narën e punishtes ku punoja, them ta nxjerr nga vështirësia, do të bëj diçka për te. Më duhet u lë, mirupafshim. U ndan. Drita e elektrikut të dorës së Deminës u përplas në shkallën e gurtë, edhe eci me tutje, ndriçoi muret të ndotur të hyrjes së pistë, kurse doktorin e qertholloi errësira. Në të djathtë ishte rruga Sadovaja. Në largësinë e zezë të mbuluar me dëborë të zezë, nuk ngjante me xhatit gjerë, po me monopat, pylli në tajkën e dëndër të shtëpive të gurta, të vendosura rresht njëra përbri tjetrës. Doktorit po i duki vetja sikur ishte në xhunglat e pakapërcyeshme të Uralit apo të Siberisë. Në shtëpi e priti drita, ngrohtësia. Pse u vënove kaq shumë? E pyeti Antonina Aleksandrovna, dhe e palën t'i përgjigjej vjoj. E di, pa ty na ndodhi një çudi. Se shpjegon dot ç'është. Harrova të them, babai dje the orën me zile. U dëshpërua sa s'po gjente vend të futej. Ishte ora fundit që na kishte mbetur në shtëpi. Ul ta riparonte, dha e mori, sa rriti do ta vinte përsëri në punë. Ondrejtësi, ai që ka dyqanin në cepin e rrugës tonë, kërkoi 3 feta bukë si hak pune. Të ngrihet lesht e kokës përpjet kur e dëgjon këtë. Si t'ja bënim? Babai u bë pikë e vrerë, e merr dot me mend Juroçka. Para një ore, u dëgjua një tringëllim i fortë shordhuese. Ishte ora. Punoi vetë. Edhe tani vazhdon të punoj. Me erdhi ora e tifos, ja ktheu me shaka Juri Andrejeviçi edhe u tregoi për të çmurin që zuri shtratin, nga që ora e madhe me muzikë ashtu kocekoti kishte punuar. 14. Tifoja e zuri, për më pas. Njëra fatkeqësi ndoqi tjetrën në familjen Zhivago. Nuk ishin gjë për gjëje në shtëpi, po vdisnin nga uria. Juri Andrejeviçi e gjeti personalitetin e shquar partijak, atë cilit e shpëtoi dikur jetën në kryqëzimin famkeq, viktimën hajdutëve. Ky bëri çmos për doktorin, por plasi lufta civile dhe gjithkohën ishte në lëvizje. Veç kësaj ky njeri kishte bindjen se vështirësitë që po përjetonin ishin të natyrshme. Nuk i ra as edhe një herë në sy doktorit, se dhe vetë vuante nga uria. Juri provoi ta gjente dhe t'i drejtoi për ndihmë Çertexhiut, të cilit i kishte shuruar të shoqen. Kishte dyqanin në rrugën Dverskaja, por nuk e gjeti me aty, se ku u zhduk bashkë me të shoqen që ishte krejt të shëruar. Nuk mundi t'u binte në gjurmë. Qeraxhinjt në shtëpitë e tyre zëvendësonin njëri tjetrin. Demina ishte në front, të ëmën e Galulinit se gjeti më. Njëherë mori me autorizim me çmim shtetëror dru. Duheshin quar në shtëpi nga stacioni i trenit. Hipin puk me karrocierin, në karro mbante pasurinë që s'kishte të çmuar. Doktorit se si u duk rruga me Shanskaja, sikur ishte tjetër soi, po i merreshin mend, po i errësoi shikimi. E kuptoi që si kishte mirë punët. Ishin simptomat e tifos. Karrocieri e mbajti nga krahu tek po i hepoi trupi, gati për të rënë. Më pas, doktorit nuk i kujtoi se ishte gjendur në shtëpi. 15. Juri Andrejeviçi kaloi plot 2 javë në gjendje të rënd klapie. Përmendej her pas here, por vetëm për pak kohë. I shfaqeshin mirazhe të çuditshme.
shihte ëndrat llahtarshme. I bëi sikur ja kishin afruar më tepër se duhej llampën e tyrezës. Po që i nxehtë po e përvlonte. Drita e fortë po e verbonte. Dhomi i duke e mbushur me dritë mund të punonte. Dhe ja, tani shkruante. Shkruante me afsh e frymëzim. Puna e jetës të më në fund. Po i hitën letërat që kish parë dhe përjetuar. Po e bënte realitet dëshirën e kahershme. Por si kishte premtuar asnjëherë koha ta bënte. Ndjej i lumtur që tani po i hitën letër mbresat. Vetëm në të rrallë i fanitej 18 vjeçari me sy të ngushtë si të kirkizëve, me qyrkun prej gzofi drerit veshur jashtë e brenda, si ata që mbajnë në Siberi dhe në Ural. E kishte të qartë. Djali ishte shpirti i vdekjes së tij. E thënë thjesht dhe në troç, ishte vdekja vetë, që i fanitej si djalë, edhe ndihmonte të shkruante poemen e menduar prej kohe. Po pse, a mund të kesh dobi nga vdekja? A mund vija jo të të ndihmoj për ndonjë punë? Po shkruante poemen jo për ringjalljen as për gjendjen në varr. Po e shkruante për ditët që kalonin ndërmjet të dytës dhe të parës. Poema quhej Trazirat. Ishte një dëshirë e tij e madhe të hitën letër mbresat e 3 ditënetëve me tufan, por jo dëbor, tufan toke të zezë, kërpic me klimba që sulmonte mishrimin e pavdekshëm të dashurisë. I sulej me popla të mëdha, me shuka dhe u katran. Ngjante me vëshimin dhe përpirjen e bregut shkrifët në gjirin e trazuar të dallgëve të tërbuara të detit me stuhi. Ndjente dëshirë ta përshkruante me zjarr si tërboje e vëshonte. Pastaj si të riqe dhe ktheja dhe nga erdhi furtuna e zezë topsore. Edhe këto dy vargje të rimuara po e përndiqnin. Njerëz takohen dhe duhet të zjohen. Me gëzim takoheshin ferri, shpërbërja, shkatrimi, vdekja, por bashkë me ta, me po aq gëzim, takoheshin pranvera, shpresa, jeta, duhej zgjuar, duhej ngritur, duhej ringjallur. 16. Po e merrte veten. Në fillim, në gjendjen e të trullosurit lumtur, nuk shikonte asnjë përnjes në lidhjet ndërmjet sendeve dhe dukurive. Gjithçka i dukej e mundur, asgjë se habiste. E shoqja ushqente me bukë të bardhë me gjalp. I jepte të pinte çaj me sheqer. I jepte edhe kafe. E kishte harruar se ishin të pamundura në atë kohë zije. I gëzoi ushqimit të mirë të shijshëm për tritës, ashtu siç i gëzoi poezisë prallës. E dinte sa të nevojshme ishin atë kohë shërimi. Pra, nuk duhej të mungonin, ndryshe s'mund t'ishte. Por me t'ju kthyer arsyeja, pyetja e parë që i bëri së shoqes ishte: nga i more këto ushqime? I solli granja yt. Cili granja? Granja Zhivago. Granja Zhivago? Po, kushëriri nga Omsku, thjeshtri. Kur ishte në Klapi, erdhi të të shihte. Ai i solli. Me qyrkun prej gzofi dreri? Po, sa mire pas ke pikasur, ndonë se ishe pa ndjenja. Të kishte parë një herë te porta një shtëpie këtu afër. Me tregoi vetë, të kishte njohur. Donte të thoshte kush ishte, por e kishte friksuar shikimi yt. Të adhuron, s'të lëshon nga goja. S'ka lënë gjë pa lexuar nga ato që shkruan. Ushqimet aq të mira sikur i nxjerr nga dheu. Oriz, stafidhe, sheqer. Iku në Omsk. Na thirriti vemi, njëri i çuditshëm, enigmatik. Jep e merr me pushtetarët. Tha se për një vit a dy, e mira është të ikësh nga qytetet e mëdhenj. Duhet ulur në tokë, kështu tha. E pyeta për Siberin, për shifligun e Krugerëve. Desha të merrja mendimin e tij. Më tha se duhet vajtur. Më këshilloi t'i mbillnim arat me perime zarzavate. Tha se edhe nga pylli mund të përfitohet. Nuk bën mirë që e lëm veten vdesim nga uria, siç e lë baktia. Në prill, Zhivagot u nisën për në Uralin e largët. Në shifligun Varikino, jo larg qytetit Jurjatin.